Rikthehemi në Ditar së Bashku për të zhvendosur menjëherë në një lidhje të drejtë për drejtë. Jemi mësuar përgjatë kësaj jave që shumë pranë shkallëve të kryeministrisë shohim përgjatë orëve të paradites, sikurse qëndrojnë përgjatë gjithë natës protestues ulur nën hijen e pemës dhe me disa karrige, të cilat sot pas mesdite, në momente tensioni, janë lëvizur nga ana e policisë bashkë me këpucët që janë vendosur në mënyrë simbolike në shkallët e godinës kryeministrisë, si për të simbolizuar të larguarit nga vendi kryesisht të rinj. Ka patur momente tensioni, një momente që kanë tërhequr më pas vëmendjen edhe të turistëve të huaj që vizitojnë Tiranën. Me kolegu Mario Braka lidhem live dhe shoh që karriget janë rikthyer apo të paktën një pjesë e tyre. Mario, çfarë ka ndodhur pas mesditës sot mes policisë dhe protestuesve? Atëherë, pjesa dërmuese e karrigeve, flamujve, por edhe këpucëve simbolike të larguarve janë marrë nga forcat e policisë. Gjendemi përballë kryeministrisë, aty ku një grup qytetarësh, le të themi, për gati një javë tashmë po qëndrojnë përtej, le të themi, asaj fashë orare nga ora 19, e cila, le të themi, shoqërohet nga marshimi nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të stacionuar përballë kryeministrisë më pas fjalimet dhe më pas marshimi, ndërkohë që ditën e sotme policia është përpjekur dhe në fakt ka arritur që të largojë karriget dhe le të themi një pjesë të tjerë të banderolave dhe flamujve që kanë pasur qytetarëve. Unë jam këtu në krahun tim të djathtë, është zonja Mahmut, ajo e cila ka qenë dëshmitare, por edhe le të themi të paktën sipas fjalëve të saj, vojtse e përpjekjeve të policisë për të marrë mjetet e tyre të protestës. Çfarë ndodhi? Mund na i tregosh, lutem? Kur kam ardhur këtu, pash policin që kishte sjell punonjësit, punëtorët e pastrimit dhe bashkë me makinën i kanë marrë, na kanë rrethuar, kam formuar murin e tyre, nuk ka pasur as edhe një policë femër dhe kjo bëri që normalisht në protestën tonë, në luftën tonë për të marrë këpucën, sepse ai është simbolika e të gjithë kësaj proteste dhe jo vetëm, ato na kanë rrethuar edhe normalisht edhe na kanë rrëzuar edhe kështu. Por kjo besoj se nuk është në rregull, sepse aty duhet të kishte edhe policia femra, sepse me fëmijë kanë qenë edhe 2 fëmijët e mi këtu, në syrin e fëmijëve dhe në syrin dhe me femra, që se ishim edhe femra, ishin dhe gjysha, të veprohet në një mënyrë të tillë vetëm në Shqipëri e shoh. Kështu që Erlis, pati një argument nga forcat e policisë, pra nuk lejohet, nuk është marrë leje, çfarë le të themi u tha? Argumenti vetëm nga forcat e policisë ishte për pjesën e karrigeve me idenë e bllokimit të trotuarit, por nuk e kuptoj kush është problemi i policisë me 2 flamuara të vendosur aty në bulevard me disa pankarte. I polici që merr flamurin kombëtar, pas një shkak mendoj se nuk përfaqëson më policinë e shtetit. Edhe këpucët që ishin të vendosur aty që simbolizojnë gjithë emigrantët e larguar, çdo shqiptar ka sjell një palë këpucë aty për të simbolizuar çdo njeri që është larguar jashtë vendit ka prishur qetësinë e policisë shtetit. Kjo është e papranueshme, vjen provokon njerëzit. Ka qenë zonja me 2 fëmijë të vegjël, rreth 6-7 vjeç aty që ishte kaq e rrezikshme për policinë që vinë 10 policë. Pas një police femër, edhe dhunojnë zonjën e shtyn, kjo është mendoj se është e papranueshme. Nuk e kuptoj kush është problemi i policisë, çfarë i ka shqetësuar në gjithë qëndrimin e tyre. 10 heronj që qëndrojnë gjithë natën, vinë trajtohen në atë mënyrë nga policia e shtetit, është e papranueshme mendoj. Ndërkohë që ju vazhdoni të qëndroni, pra pavarësisht le të themi largimit flamujve, marrjes banderolave, çfarë do të bëni në vijim? Do t'i bashkoheni marshimit orës 19, do të vazhdoni të protestoni? Po sigurisht, kjo është edhe arsyeja e protestës për shkallëzimi faza 2, kjo ishte, në mos gaboj. Kështu që neve jemi këtu dhe unë i bëj thirrje të gjithë protestuesve, jo vetëm të dalin aty në shesh për 2 orë të bërtasin edhe të nxjerrin dufin e tyre në një farë mënyre, por le të na bashkohen këtu dhe le ta bëjmë ndrim, sepse edhe këto njerëz, ne këtu që jemi, kemi qenë 7 ditë këtu, natë e ditë, pa një ndërim, sikur nuk shkon. O e duam të gjithë qeverinë e përmbysur, o e duam vetëm neve tash, se këtë më lën të kuptoj.
Po marr përsipër të them që numrat ndjes Denisa që po zgjatën me pyetjet, numrat në 2 ditët e fundit, 3 ditët e fundit me përjashtim të protestës së dieshme të mbrëmshme kanë qenë në rënje. Le të themi ky është perceptimi im dhe po e marr unë le të themi përgjegjësinë për ta thënë. Nuk e di, ju mendoni njëjtë dhe çfarë po e shkakton këtë kurrje të numrit? Atëherë, si çdo ngritje ka dhe ulje normalisht, po fillon edhe përsëri, është si të thuash, je i uritur, han ushqim, ngopesh, ndalon. E kupton? Dhe pastaj të merr uria dhe vjen përsëri. Kjo është mëse normale, kjo është një fazë. Të gjithë revolucionet, të paktën me ato që kam lexuar, kanë pasur këtë rënje, por rëndësi ka që njerëz ka. Protesta bëhet edhe 1, 2, 3 veta, nuk është nevoja që të jemi tani gjithmonë 100.000 veta, sepse edhe ata 100.000 veta kanë ardhur gjithmonë nga rrethet, le të themi, plus edhe studentave që u kanë bërë kërcënime pafund, edhe mungesa e studentave këtu normalisht e ka ulur numrin e protestuesve, sepse studentët ishin ata që u mlodhen. E kupton? Kështu që tani le të jemi realist. Në një shtet ku vetëm demokracia nuk ekziston, diktatura po, duke qenë se me mesazhe pafund që largoni nga protesta, ndërkohë që shkojnë tek njerëzit e tjerë, ku ti je në punë, tek mamit, e babit, e motrat, e vllai, me kërcënime, kjo normalisht që protestuesin e bën edhe të stepet. Kurse unë i bëj thirrje të gjithëve, mos e vrisni mendjen se çfarë metodash ndjekin këta do bëjnë detyrën e tyre. Detyra jonë është të mbrojmë Shqipërinë tonë, se për këtë jemi këtu, të mbrojmë fëmijët tanë, sepse me ligjet që këto kanë nxjerr, nesër pas nesër nga futja kot, po them një emër, nga Elisa do e bëhet Elis, edhe nga Elis do bëhet Elisa. Po flisni për terapinë hormonale. Po, sikur për këtë jam më së shumti këtu. Sepse unë jam nën, unë jam me 2 fëmijë. E kupton, nesër me ikën truri me marr vesh ose ta bëj një gjë të tillë, po nuk ka shanse. Kjo është një nga arsyet. Një arsye tjetër pastaj që ja bëj të gjithë thirrje si pensionistave. Po janë ato arsye cilat ne kemi dëgjuar edhe nëpërmjet fjalimeve, por që le të themi janë kërkuar. Nuk e di, Denisa, kemi një pyetje nga studio për protestuesit? Jo, vetëm nëse mund të pyesësh për kuriozitet, meqense socialistët vazhdimisht këmbgulin që janë të ndarë në grupe, ka grupe të caktuara që dalin në protestë që organizojnë dhe orientojnë atë, qoftë vajza apo edhe djali, janë pjesë ndonjë grupi të caktuar? Erlis, më pyesin nëse le themi ka fragmente në protest, ka grupe të ndryshme, sepse protesta nisi si le themi një formë revolte mjedisore dhe më pas kaloi le themi një formë politike. Ju veti përkisni një grupi të caktuar, a ka fragmente le themi në gjithë atë morinë e madhe të protestuesve? Po patjetër, kjo është prandaj është një ndër protestat më të bukura, se këtu ka grupe të ndryshme që janë bashkuar në një qëllim që kërkojnë dorëheqjen e Ramës. Po unë besoj se jam një prej grupeve që mendoj se ka ardhur koha e të bëjë diçka ndryshe, një protestë ndryshe, mbase një qëndrim, mbase një revolt më e madhe, dhe me këtë nuk nënkuptoj dhunën që t'jemi të qartë, por mendoj se dhuna që është përdorur sot ndaj zonjës nga policia duhet të jetë një mesazh për të gjithë, vinë, siç e thash dhe më përpara, është e papranueshme të vinë 10 punojës policie të agresojnë ndaj një nëne me 2 fëmijë. Kjo është i kam ban alarmi për gjithë, nuk ka nevojë cilës rrymi përket në shesh, ka të majt, ka të djath, dikush nuk do muslimanët, le të themi me sa lexojmë në rrjet, dikush nuk do demokratët, dikush nuk do socialistët, dikush nuk do partitë e vogla, më kupton, por kjo është për të gjithë, është i kam ban alarmi, zonja nuk përfaqëson asgjë në rastin konkret, unë e kam njohur në shesh. Një qytetare thjesht. Lisa, ne do të vazhdojmë të raportojmë për protestën, sigurisht në orën 19 është nisja nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të stacionuar më pas drejt kryeministrisë, ne do të jemi gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë ditës në raportime. Dakor, ti falenderojmë të dy për këtë bisedë live në A2 CNN me të paktën atë simbol në shkallët e kryeministrisë që është hequr të paktën për momentin. Do të shohim nëse do të ketë gjetje të tjera nga ana e protestuesve pas ditën e sotme apo jo, dhe të ndalemi pak tek ai sektorin për cilin jo vetëm Edi Rama, por edhe në Maqedoninë e Veriut kanë me shumë siklet turizmi që sipas Edi Ramës, qeverisë socialiste apo edhe Ali Ahmetit
nga Tetova mund të rrezikojë që të goditet nga ana e protestës, por nuk do të ndalemi shumë tek protesta dhe efektet që ajo ka mbi turizmin, apo që mund të ketë në të ardhmen, por tek turizmi dhe euro ndërlidhja me njëra tjetrën. Çfarë paketash ofrojmë sot dhe sa ndikon një euro e dobësuar? Me Feriol Tozuni, pedagog ekspert të turizmit, kënaqësi si gjithmonë, Sertesh na dy, dhe me Armela Dukën, eksperte të euros, të kursit të tregut këmbimit valutor. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Dua ta nis me euro në fakt, sepse ne vazhdimisht kemi raportuar, sidomos gjatë muajit të fundit, që duket sikur moneda europiane është në rënë të lirë bashkë me të dollari amerikan, franga zviceriane e të tjerë, por çfarë po ndodh me euron? Do me thënë, ishim në prag të arritjes në 93 lek, të këmbimit me 93 lek, megjithatë sot në një shikim fundit jemi në 94.2 lek. Çfarë po ndodh me këtë trend që duket se do të vijojë? Po, në fakt kjo tashmë ka vijuar jo vetëm për gjatë sezonit turistik, që ne jemi tashmë në prag të tij, por për 2-3 viteve të fundit kemi parë një rënje konstante pikërisht të monedhës europiane, jo vetëm euro, por edhe atyre të referencës, krahasimisht me monedhën vendase, pra që është leku. Patjetër që kur flasim për kursin e këmbimit, kursi i këmbimit nuk është një vendim pra që merret nga qeveria apo Banka e Shqipërisë. Është një vendim që është indikuar totalisht nga politika globale. Është pikërisht kërkesa dhe oferta në tregjet europiane që përcakton kursin e këmbimit. Pra në varësi të luhatjes së kërkesës dhe ofertës përcaktohet edhe kursi i këmbimit, që ashtu si ju e thatë, pra kemi patur një luhatje kryesisht të euros, pra që ka patur një zhvlerësim kundrejt monedhës vendase, por edhe monedhave të tjera. Sa muaj kemi që qëndrojmë nën 95 lek? Po kemi për gjatë 6 mujorit të fundit, pra jemi në një nivel që mund ta konsiderojmë jo stabil, po edhe jo normal të situatës, pra që lidhet pikërisht me kursin e këmbimit. Është rekord që është vendosur apo jo? Është rekord i minimumit historik. Pra është niveli më i ulët i kursit të këmbimit deri më sot, dhe patjetër kur ne flasim për politikat e kursit të këmbimit, mund të themi që ky fenomen tashmë që është global është indikuar edhe nga faktorë të tjerë. Shoqërohet pikërisht me sezonin turistik, ndikohen nga remitancat, investimet e huaja e të tjerë që besoj mund të kemi kohën të flasim. Do të flasim, por Feriol, një euro ka që dobët, çfarë ndikimi, çfarë impakti ka në turizëm? E nisim që nga paketa turistike që ne ofrojmë, që dikur i ofronim në euro, sot i ofrojmë në lek? Akoma s'kemi filluar të i ofrojmë tamam në lek, sepse kjo është një lëvizje që duhet bërë, përveç se duhet bërë koordinuar, duhet bërë edhe me etapa. E koordinuar me kë? Mes biznesit private dhe... E koordinuar mes gjithë aktorëve që luajnë në industrinë turistike. Pra flasim këtu për transportin, akomodimi, restorantet. Është ndërlidhur. Janë shumë gjëra. Ne vazhdojmë akoma, kemi tendencën për të ofruar çmimet në euro, sepse ashtu jemi mësuar dhe na është dukur gjithmonë që jemi më të kuptueshëm për klientët tanë. Po, por çfarë ndodh se nëse para 3 vitesh një natë qëndrimi, për shembull, po e marr rastësisht në Vlorë, ishte 100 euro, kemi rritur çmimin, e kemi çuar 140? Domethënë si është kompensuar ky dobësim i euros? Çmimet janë rritur, po nuk janë rritur për të kompensuar patjetër vetëm euron. Janë rritur dhe si shkak i inflacionit, janë rritur dhe si shkak i rritjes së përgjithshme të çmimeve për aktorët dhe për variablat mbështetëse që vijnë nga çmimi, sepse është rritur karburanti, automatikisht do rritet karburanti, do të rritet çmimi i transportit, automatikisht rritet çmimi i paketës në tërësi, pra janë shumë faktorë në mes. Ajo çka bie në sy është fakti që ne jemi ndër të vetmit shtetet, cilët ofrojmë shërbime turistike dhe jo vetëm shërbime turistike me monedhë jo vendase. Dhe kjo na bën gjithmonë vulnerabël ndaj këtyre lëvizjeve dhe e kemi parë edhe përpara se të fillonte kjo rënja e madhe. Kemi pasur në 2020 dhe 2021 për shembull rastet më flagrante kur vlera e euros ra masivisht në vendin ton, ku ngritën industria turistike me gjithë aktorët e vetë ngritën dhe kërkuan rritje të çmimeve dhe doli dhe shpreha e famshme shqiptare kap qartë kapësh, sepse patën tendencën që të arrisin çmimin duke ecur. Pra, në lojë nuk rriten më çmimet. Pra, pasi i ke shitur këto çmime, nuk mund t'i kërkosh më turistëve apo partnerëve që të paguajnë akoma më shumë. Prandaj them që kjo duhet të koordinuar. Pra, unë shoh që kemi tendencë që vitin e ardhshëm do të kemi një numër shumë më të madh operatorësh ekonomik, të cilët operojnë në industrinë turistike që do të ofrojnë çmimet në lek. Dhe do thonë
mbi bazën e kursit të këmbimit, ose thyj këtu, ose thyj këtu në bazë të kursit të këmbimit Bankës Shqipërisë apo bankës me cilën ata operojnë. Është e vetmja mënyrë se si mund të ndihmohet dhe mund të mbrohet industria. Po megjithatë nuk ka dalë humbur nga ky vlerësimi i euros, do të thënë se flasim për industrinë e turizmit, ka dalë? Fatkeqësisht ka dalë humbur sepse është shumë e thjeshtë. Në momentin siç u theksuat, ka qenë shërbimi një natë hoteli 100 euro. 100 euro për para 3 vjetësh bënin rreth 10.000 lekë të reja, pak a shumë, 11 maksimumi. Sot bëjnë 94.000 lekë. Madje më shumë. Në vlerë absolute kemi një. Pra, problemi i parë është që ka humbur nga kjo. E dyta është fakti që këtu operatori ekonomik paguan në lekë. Punëtorët i paguan në lekë. Që sot ka një vlerë më të lartë. Blerjet e produkteve ushqimore paguan në lekë. Ujë, drita, taksa paguhen të gjitha në lekë. Pra, nga jo vlera euros që merr, 80%, minimumi 80% asaj vlerës euros paguhet në lekë për shërbimet që duhet të paguaj apo produktet që duhet të paguaj operatori ekonomik. Pra, automatikisht ka humbur një herë nga kursi i këmbimit, dhe një herë nga shitblerja e produktit apo shërbimit, dhe një herë nga shpenzimet që vinë prapa. Pra, teknikisht humbja në vlerë teorike duhet të jetë diku tek 20% minimumi. E kuptoj. Për operator ekonomik. Dhe kjo në afat gjatë kushton shumë, se mund ta përballosh një sezon. Kjo kushton shumë dhe është tentuar që të rriten çmimet. Pra, të rriten çmimet që të mos duken abuzuese, sepse kemi edhe një problem tjetër. Ai operatori bashkëpunëtori që kemi jashtë, nuk është se e kupton fort mirë këtë, sepse ai në Gjermani për shembull, ai ka euro. Ai nuk ka monedhën e vet dhe e ka humbur sensin kur ka pasur markën këtu edhe 20 vjet përpara. Dhe ai thot, po mirë, vjet ishte 100 euro, sot pse ma bërin 140 euro? Do të thënë vetëm ne e ndjem, as Kosova jo. As Kosova nuk e ndjen, as Malizi nuk e ndjen. Ne e ndjem dhe u diskutuam përpara që është globale për Shqipërinë, sepse Maqedonia për shembull nuk ka vlerë, nuk ka rënje të vlerës së euros. Pra ata janë në rregull. Dhe kur ne na bëjnë krahasimin, sepse kemi grupe të cilat vinë dhe qëndrojnë 2 net në Maqedoni, 5 net në Shqipëri, 4 net vende të tjera dhe thot, në Maqedoni un kam një rritje nga vjet si vjet thot operatori huaj me 4-5% që është rritja normale për shumë arsye. Ndërkohë në Shqipëri kam 30%. Si shpjegohet, dhe detyrohemi, pra ne kemi bërë një material, kompanit me cilën operojmë, kemi bërë një material shpjegues, detajues, edukues se përse është kjo rritje çmimi, që ta kuptoj edhe ai. Partneri huaj që ne nuk po abuzojmë. Pra nuk kemi impozita dominuese për të abuzuar mbi ta, po jemi në pozita që po shkatrohemi financiarisht nga kjo lëvizje e euros si industri turistike. Kuptoj. Armela, më thuaj pak, se ne thamë që jemi në 94 lekë, rrezikojmë të shkojmë në 93, dhe me thënë tani jemi në fluks të shtuar të turistëve të huaj, që në fakt do të flasë me shifra më pas, ka nisur një trend rritës që në muajt e para të vitit, dhe kjo shihet në lekët, në parat që janë shpenzuar në vendin tonë. Por me 1 euro në 94 sot, që nesër rrezikon të jetë 93 apo edhe deri në 90, kam dëgjuar parashikime? Po, patjetër, pritet pra që të vijojmë të jemi në këtë trajektore zbritëse, rënëse, qoftë kjo e ndikuar drejt për drejt sistem edhe nga turizmi, sepse vërtet për të ndalur pak, vërtet turistët, pra në momentin kemi një numër të shtuar të turistëve dhe me rritjen e numrit të turistëve, patjetër që rritet edhe kapitali huaj që hyn në Shqipëri. Rrjedhimisht pra rritet oferta për euro dhe nga ana tjetër rritet kërkesa për lekë sepse turistët do të konsumojnë pra në monedhën vendase. Por duhet kuptojmë që jo detyrimisht pra kjo rritje e turizmit pra është proporcionalisht me vlerësimin e euros, sepse një pjesë e madhe e euros fillimisht 40% gati e tyre pra hyn në Shqipëri në mënyrë informale dhe nuk janë drejt për drejt, pra nuk shkojnë drejt për drejt në tregun valutar për ndikuar në ofertën e euros. Nga ana tjetër një pjesë e euros, siç e tha edhe panelisti, patjetër që shkon dhe mbetet tek baret, restorantet dhe hotelet, të cilët këtë pjesë të ardhurave në euro mund t'i mbajnë për shkak se ata importojnë, siç e tham, pra mund të importojmë shërbime apo produkte të caktuara që më pas t'i ofrojnë turistëve. Dakor. Rrezikojmë, ka parashikime reale që brenda aktiviteti euro mund të shkojë? Nuk kemi një shifër fikse për vetë faktin se risku i
kursi të këmbimit është një risk i paparashikueshëm dhe është i pamundur të monitorohet apo të kontrollohet 100%. Por paralelisht ka një rënje edhe të dollarit amerikan dhe ne e tham të gjitha monedave të tjera. Po, e përmenda që kjo është ndikuar drejt për drejt nga kërkesa dhe oferta në tregun global. Kjo ishte arsyeja që unë monedat e tjera me të drejtë vinë nga reduktimi apo rënja e kursit të këmbimit vinë nga sezoni, nga periudha, sepse jo vetëm turistët, kemi shqiptarët e Amerikës që vinë edhe do shpenzojnë. Por është e njëjta rënje që ka këtu edhe 15 vjet. Pra bie në sezon, ngrihet, pastaj shkon në normat ku duheshe. Euroja është ajo që është pikjata aktualisht. Nuk po kthehet. Nuk besoj se do kthehet, sepse me të drejtë në mënyrë etike u tha që hyn në formë informale, por mjafton që të shohësh njoftimet e doganave shqiptare se sa euro kapet me thas dhe me qese që transportohen për të hyrë në Shqipëri. Pra, sa kapen dhe sa kalojnë. Të gjitha këto janë ato që bëjnë që ky trend të vazhdoj në pikjat, me të drejtë është e paparashikueshme, por kjo paparashikueshmëri dëmton jo vetëm turizmin, dëmton një sër, një eksportuesit, dhe arrim në pikën pastaj ku themi që pun ka, po nuk ka profesionist. Tjetër dëmtojnë eksportuesit, dëmtojnë familje që mbahen nga emigrantë, pra nga remitancat që vinë në Shqipëri, janë humbësit kryesor. Për të dalë pastaj nga ana tjetër e medaljes që kemi fituesit kryesor që është shteti, buxheti i shtetit pa diskutim, për vetë faktin që borxhin shteti e ka në monedë europiane dhe sot i kushton më pak. Pra kur të paguaj borxhin sot paguan më pak se ç'duhet të paguante, por edhe importuesit të cilët pa diskutim pra e marrin mallin pra më lirë dhe kjo patjetër duhet reflektohet edhe në zbutjet e çmimit. Në momentin që lënda e parë është më lirë, në konsumatorin final duhet shkojë më lirë. Por në fakt duhen ja 3 emisione të tjera pastaj se përse nuk e bëjnë. Janë ndërlidhura. Ndaj u dala tek turizmi se duket sikur është lidhja më e shpejtë e euros që hyn në vendin tonë. Edhe ajo që ndikon në mënyrë të drejtë dhe prekshme në korale. Është lajm i mirë edhe për Armelën dhe për Ferioltin. Një rekord i vendosur me mbi 1 miliard euro shpenzime nga turistët e huaj në 3 muaj? Po, në terma real, patjetër që turistët pra aq kohë sa arrin dhe sjellin të ardhurat në Shqipëri, edhe turizmi pra arrin të industria e turizmit, hotelerisë, restoranteve të tjerë arrin të qarkullojë paran, është lajm i mirë. Po, të paktën sipas shifrave zyrtare, më shumë konsiderohen si turistë të varfër, pra turistë të varfër që synojnë dhe shpenzojnë pak në Shqipëri. Nuk janë të prirur për të shpenzuar. Kjo është një diskutim tjetër pastaj sepse statistikat dhe informacioni statistikor është shumë i dyzuar. Pra, mjafton që të shohësh që ne jemi vetmi vend që kemi 12 milion turistë dhe na dalin që turistët nuk flenë as i natë në Shqipëri. Vërtet, nga një qendrim turist ditor. Pra, teknikisht por janë shifra të publikuara nga Instat. Pikërisht, prandaj them që nuk mund unë personalisht duke qenë se i njoh të dyja dhe jam pra vi në studio pikërisht nga rruga sepse ishim duke marrë pikërisht me turistët, e njoh shumë mirë se çfarë ndodh në treg. Ne kemi në industrinë turistike një treg gri, i cili bën që informacioni statistikor financiar të jetë ekstremisht të dyzuar. Domethënë në 12 milion turist, mjafton që të shohësh kur ka hyrë dhe kur ka dalë nga Shqipëria dhe të del matematikisht që në çndrimet nuk ka fjetur të sheshi Skënderbekën. Të kuptohemi. Duke qenë mungesa e deklarimeve, deklarimet e dyzuara, deklarimet e paksuara, mos deklarimi fare. Mungesa transparencës. Bëjnë të gjitha këto që të arrijmë në pikën ku të themi që ka qenë 1 miliard, mund të ishte 1.5, por janë turistë të varfër, sepse ne nuk i kemi këtë statistika. Sa kanë hyrë në këto 3 muaj për të bërë një llogari stash mesatarja ditore e shpenzuar. Edhe atyre të Instatit po t'i thua që hajde të marrim këto 3 shifra, i rakordojmë kokë në kokë me njëra tjetrën, dhe shohësh që nuk të del llogaria. Dhe thonë, kjo është metodologjia, nuk kemi. Po në parim, mbi 1 miliard euro shpenzime në 3 muaj, duket mirë. Duket mirë, po jo është mirë. Duket që shumë para e hyrë në vend, apo jo? Në qoftë se diskutojmë fiks për vlerën reale, kemi 3 mujorshi do të thotë 1/4. Pra, me këtë ritëm kemi 4.5 miliard. Sa kishim vjet? Paka shumë e njëjta vlerë, apo jo? Do themi që sezoni veror 5.7 vjet në mos gaboj.
Po, sezoni verorikën gjithmonë lartë. Pra në qofse i kemi janar, shkurt, mars me 1 një miliard. mesatare 3 mujore. Pra, ne do shkojmë prapë tek 5, 5.5, 6. Problemi është që me këtë lloj zhvlerësimi dhe rritje të çmimeve në vendin tonë, 5.7 miliard, që nëse do kapim të njëjtën vlerë si viti i kaluar, nuk është një vlerë OPB. Pra duhet të jemi edhe shpenzimet duhet të kenë të njëjtin vlerë rritje siç kanë dhe çmimet. Pra nëse janë rritur me 30% çmimet dhe shpenzimet atyre duhet të jenë 5.7 plus 30%. Po. Pra që të jemi në të njëjtën linjë. Po që të fitoj edhe ai që ofron shërbimin. Pikërisht, pra nëse duam të jemi në të njëjtën linjë, nëse duam të jemi të zhvilluar ashtu siç pretendojmë, duhet të kemi të paktën me këtë lloj numërimi apo me këtë lloj mbledhje statistikore do të kemi të paktën 7.5 miliard, që vlera reale është të paktën 35-40% më shumë se sa ajo statistikore. Kuptoj, sa është paketa për ta përfunduar më e shtrenjtë që ke dëgjuar për këtë sezon turistik në vendin tonë? Me thënë ku gjejmë më të shtrenjtën dhe ku gjejmë më të lirën. Dhe flas për paketa, do me thënë me disa net qëndrimi, flas për këto turistët një ditor. Paketat që vinë turistët e huaj në Shqipëri janë paketat me çmime të përballueshme deri në mesatare, sepse ajo është, siç u theksova më parë, është kategoria. Por ata që vinë që kërkojnë paketa të shtrenjta, turistët elitar nuk kalojnë nga agjensitë, shkojnë direkt tek linjat e hoteleve sepse kanë atë tourism plannerin apo travel plannerin e vet. Por kam parë për shembull çmime hotelesh në Shqipëri që shkojnë 5.500-6.000 euro nata. 5.500 deri në 6.000 euro nata? Në Shqipëri. Po, në Shqipëri. Dhe të thonë keni dhe vendin për të ulur helikopterin, pra nuk janë për këtë lloj klientele për cilën flasim. Janë turist elitar. Po, ky turizmi elitar është vetëm në atë Guackën atje. Në qofse del pak nga aty, thotë për çaj pas kanë paguar. Pra, flasim për një hotel, ndoshta 2 maksimumi në gjithë Shqipërinë, nëse flasim. Por mesatarja është jemi një vend i përballueshëm dhe kjo po e tregon që po vazhdojmë të marrim turistë nga Europa lindore masivisht dhe me itinerare të reja. Dhe kjo është një gjë e mirë sepse përveç asaj që synojmë turizmi elitar, duhen të hanë të gjithë ta që janë të treg. Po, patjetër. Feriol, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Jemi vetëm në nisje të sezonit turistik, kështu që do të kemi vend për diskutuar prapë. Armela, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Isha na dy. Do të ndalemi shkurtimisht për publicitet dhe përpara do të vazhdojmë të flasim përsëri nga një korriku, indeksim apo rritje e pensioneve, sa do të përfitojnë 900.000 pensionistë më shumë në xhepat e tyre.
Rikthehemi përsëri në ditar. Një zotim i qeverisë pas mbledhjes Këshillit të Ministrave të mërkurë nga Njekoriku do të hyjë në fuqi indeksimi me 2.7% i pensioneve dhe përfshihen të gjitha pensionet, nga pensionet e pleqërisë, pensionet e veçanta apo edhe përfitimet e bardhlindjeve. Rriten apo jo, dhe sa është shuma që do të kenë pensionistët më shumë në xhep, shuma e parave pra nga Njekoriku, me zotin Kujtim Hoxha, ekspert njës të sistemit të pensioneve, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen. Faleminderit shumë për kohën, zoti Hoxha. Rriten apo jo, indeksim 2.7%, çfarë do të thotë? Në lidhje me këtë vendim të deklaruar nga ministrja, unë duhet të shpjegoj një gjë që stonon në këtë mes, po i quajmë mirëqenia që ka dalë një vendim, sepse aktualisht nuk është shpallur në fletorin zyrtare. Unë para se të vinja këtu, kam hyrë atje për të shikuar dhe nuk ekziston akoma. Do të thënë flasim për 2 ditë para. Sigurisht, kjo rregullohet, nuk është shumë problem. Problemi i madh është të shikojmë thelbin e këtij vendimi. Çfarë është indeksimi i pensioneve? Indeksimi i pensioneve është parashikuar në ligj që të amortizojë inflacionin e një viti më parë. Kjo është ideja, domethënë ai inflacion që ka ndodhur të kompensohet në mënyrë që pensionistët të mos e ndjejnë. Të mos e ndjejnë rritjen e çmimeve. Kjo është kompensim. Në produktet është parashikuar. Nuk është shpikje e këtyre dhe po që bëjmë neve që kemi dhënë pensionistëve kaq ose aq. Po është detyrim ligjor. Ligji 7703 parashikon që çdo vit të indeksohet. Është hedhur ideja nga njëri prej ministrave të kabinetit Rama që ndryshe nga vitet e mëparshme që bëhej indeksimi në tetor, si vjet, do të bëhet në qershor ose në korrik, kështu u tha. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme, tha ministrja, buxhetore për të krijuar mundësi që të afrohet me është mashtrim. Po i themon, po dole bile kalojmë edhe në akuza edhe për çështje penale, që po mashtrojnë, disinformojnë këtë popull. Unë po i argumentoj me shifra dhe pastaj qytetarët le të gjykojnë se çfarë ndodh. Është thënë aty edhe nga kryeministri, edhe nga ministrët që do të përfitojnë 900.000 persona. Është mashtrim. Pse mashtrojnë me shifrat? Në skemën e sigurimeve shoqërore, në të gjithë llojet e përfitimeve janë 755.000 qytetarë. Statistikat janë jo më vonë se 2 javë përpara. Janë shpallur nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe nga Ministria e Ligjit. Atëherë bëhet pyetja, si ka mundësi që nga 755 u dha shifra 900.000? Po se përfshihen jo vetëm pensionet e pleqërisë, por ministrja thotë pensionet e veçanta, të gjitha. Të gjitha përmblidhen të 755.000. 755.000. Pastaj ajo është gafa ajo që ka thënë ministrja për barat e lindjes, po të them një herë për pensionet. Pensionet, okay. Sepse këtu vërtet mund të jenë 900.000 përfitime, jo përfitues, jo persona fizik 900.000, po 755.000 qytetarë që përfitojnë 900.000 përfitime. Ku futen? Pensionet e minatorëve, që marrin njëkohësisht edhe pension suplementar, pra marrin 2 lloj përfitimesh. Pensionet e metalurgëve, që marrin njëkohësisht edhe pensionin suplementar. Pensioni të cilët janë futur në atë grupin e naftëtarëve, që marrin veç pensionit të pleqërisë, marrin edhe pension suplementar. Pensionet e atyre që ushtrojnë funksione kushtetuese, që krahas pensionit të pleqërisë përfitojnë edhe pension suplementar. Ushtarakët, diplomatët, të gjithë kryetarët e bashkisë, prokurorët, gjyqtarët, pra kanë më shumë se sa një pension. Dhe këto quhen përfitime, nuk quhen persona. Pra, si persona janë 755.000. Futemi në atë indeksimit. 2.7%. 2.7%. Nëse është reale, indeksim apo rritje. Për të shpjeguar këtë, duhet të kuptojmë një gjë. Të gjithë e dinë që është shpallur publikisht që me
miratimin e buxhetit të vitit 2026, u ra dakord midis Bankës së Shqipërisë dhe qeverisë që të gjitha ato fondet e papërdorura që rezultuan 230 milionë euro do shpërndaheshin në pranvere dhe do të quhej bonusi pranverës. A ndodhi kjo gjë? Nuk e mbajmon, nuk e Jo, ja, po temon, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Atëherë, është një mashtrim i radhës apo është vjedhja e këtyre fondeve dhe çu bën? Se janë shpërndar. Për të nxjerrë këtë konkluzion, qytetari që na ndjek le ta mendoj vetë dhe të gjykoj në lidhje me atë që po themi, por është e vërtet që pensionistët në mënyrë të vazhdueshme, duke filluar që nga janari dhe deri sot që po flasim neve nëse do të ketë indeksim, kanë konsumuar produktet që e përditshme dhe shërbimet me një çmim të rritur të cilët kompensojnë më vonë. Pra, nuk janë me përpaveprim që të fillojnë nga data 1. Dhe kjo e bën më të zyntë jetesën e qytetarëve shqiptarë që janë në pension. Se ti po ma kthen këtë rritje? Jo vetëm kthen më vonë, po s'është rritje. As indeksim. Është një mashtrim i radhës që strukturat shtetërore duke filluar që në qeveria dhe në istati nuk deklarojnë në mënyrë të natyrshme atë që ndodh. Pikrisht atë inflacion që ndodh. Unë ndoqa me mendje dhe emisionin që tha atë. Po çdo me thënë, forcohet leku këtu? Është forcuar në një vend të pa stabilizuar siç është Shqipëria me këto protesta që bën, normalisht duhet dobësohet, si ndodh atëre? Pra, edhe Banka e Shqipërisë këtu nuk marrë në qëndrim për të ruajtur interesat e qytetarëve, po idhemi në atë që na intereson ne. 2.7%. 2.7%. Sa do të thotë më shumë? Më shumë, ja po themon që ta kuptojnë. I drejtojmë direkt kryeministrit nëse na ndjek ose ata servirat që mban poshtë rreth rrotull që ta kuptojnë dhe unë po e shifroj që ta kuptojnë qytetarët që janë vetë përfitues. Një që përfiton pension pleqërie si minator, si metalurg, si naftëtar, po e themu sa do të përfitoj për pensionin e dytë, sa ta marrin 2 pensionat. Për pensionin suplementar, indeksojnë edhe këta me 2.7%, por këtu, nëse i referohemi që një pension suplementar është nga 20 deri 25.000 lekë të vjetra, i takon që të marrë 60 lekë në muaj të ip njerë falas nga qeveria në autobusin e unazit, 600 lekë të vjetra. Ose një kafe, në ato vendet që i kanë një qikë më lirë. Një kafe në muaj. Kjo është tallje, sepse bëhet me 2 qëllime, për të rritur numrin e atyre që përfitojnë, për të krijuar imazh që këtu ç'është po bëhet, dhe në rastin e dytë, unë do të them edhe efektet e kësaj, efektet tjera. Dhe në rastin e dytë, futin në mënyrë të pandërgjeshme, siç është ministra që doli një palavi, po e them unë, po e shaj, nuk është etike në fakt, po jam i revoltuar sepse derisa tallet me neve, unë e kam më të paktën këtë që po i them. Thotë që do të përfitojnë edhe lejat e lindjes. Ku e ka gjetur këta kjo që të thotë se nuk kuliten atë? Këto janë përfitime afatshkurte që të quhet, siç janë raportet 14 ditë, mbi 14 ditë deri në 6 muaj para se të dalin në kem njerëzit dhe lejat e lindjeve. Këto nuk janë objekti i indeksimit, ta dija, ta mësoj, ose t'i shkruaj me radhë ato nëse si di, për t'u deklaruar dhe për t'u paraqitur në publik. Tani, duhet kuptojmë dhe disa tjera. Çfarë efekti ka indeksimi pensioneve në lidhje me, duke krahasuar edhe me vendimin e Këshillit të Ministrave numër 828 të datës 30/12/2025. Pra, për atë kombesim që u tha dhe që u dha i kufizuar për pensionistët, për invalidët, për pensionet familjare. U tha që do t'jepet nga 6.000 lekë për invalidët, 7.000 lekë për pensionet familjare, 8.000 lekë për pensionet e pjeshme dhe 20.000 lekë për pensionet deri në 20.000 lekë. U përjashtuan këtu
me të padrejt rreth 40% e qytetarëve. Në këtë rast, çfarë ndodhi? Këta që s'përfitonin, ata që merrin mbi 40.000 lekë, duke bashkuar këto dy lloj pensionesh, kush e kalon ta 40.000 lekë, nuk përfitonte. Tani janë objekti i këtyre, këta do ta përfitojnë. Cilët do privohen nga e drejta e kësaj, se duhet lexuar këto pjesë të errta që nuk i thot qeveria, ose këta specialistë. Kush përfiton, por ka edhe kategori që nuk përfitojnë. Ta dinë. Me vendimin e Këshillit Ministrave numër 828, ata që ishin në kufirin limit për të përfituar 800 lekë, pra ata që kishin pension të themi 218.000 lekë të vjetra. Ata mirupafshim nuk e përfitojnë pikrisht indeksimin dhe nuk e përfitojnë me atë bonusin 8.000 lekë, sepse e kalojnë atë kufirin e 220 lekë. Po kështu... Me thëmë për të 60 lekë, 70 lekë, 80 lekë të vjetra? Nuk diskutohet, po janë të tjera kontingjente këta që do ikin nga skema, nuk do të përfitojnë atë 828-ën. Ashtu si kurse nuk do të përfitojnë nga 828 edhe pensionet familjar, të cilat janë parashikuar të përfitojnë deri në 18.000 lekë. Me indeksimin që u bëhet këtyre, kalon deri atje sa ata e kalojnë këtë cak. Po sa është numri, bëhet fjalë? Sa është numri këtyre që e humbasin këtë të drejtë? E humbasin nga këta që përfitonin, që ishin 60% të gjithë pensionistëve, pra 60% e 755.000 pensionistëve përfitonin, do ulet edhe 10%, do dalin nga kjo skemë. Pra ka hequr nga një anë, e jep nga ana tjetër. Kjo duhet shikuar njëkohësisht edhe me krizën ekonomike që ka kaluar vendi tonë. Ne si një vend shumë i vogël që nuk mund të përballojmë më dot kriza ekonomike të këtij lloji, ose jemi të ndikuar nga ekonomia botërore, duheshin marrë masat që në shkurt. Pra, pikrisht ato paratë e grumbulluara 230 milion euro duheshin shpërndarë për zbutjen e këtij fenomeni negativ në ekonominë shqiptare. Nuk u beke. Për këtë duhet të mbajmë përgjegjësi dhe duhet të japin llogari atë qeveria. Ju duket, unë shikoj që nuk ka përgjegjësi në detyrën që kanë këta. Qoftë kryeministri një që është aut fare. Ashtu po edhe këta që ka më poshtë nuk njohin rregullat përpara se të dalin në televizor të shkruajnë 5 llafe dhe t'i thonë ato. Të njoftojnë publikun. Të njoftojnë çfarë do të bëj. Nuk i din fare këto rregulla dhe dalin jashtë logjikës për të trajtuar ato probleme. Nuk janë në gjendje për të përballuar problemin që del. Kjo është shumë e rëndë. Në këtë mes, me daljen e këtyre koeficientëve, pyetja time do të ishte e tillë. Kur kjo qeveri, nëse do të ekzistojë, bile ka një arsye më shumë që duhet larguar më njëherë këta, sepse atë detyrë që kanë marrë përpara qytetarëve nuk matet me numra. Dhe të thonë, unë kam patur 800 shuplaka, thotë, që dola në qeveri. Ti tashi duhet të japish llogaria zotërote. Për disa gjëra, e para e punës. Del në para e të kërkojnë interpelancë, nuk del atje, nuk jep llogari përpara qytetarëve. Si do të njohin ti si ecën puna? Tallesh me qytetarët pensionistë, i thua do të rrit pensionet dhe në mënyrë të vazhdueshme i mashtron, i gënjen. Duke filluar që këtu e 3 vjet përpara, thot do ndryshoj skemën e sigurimeve shoqërore. S'po ndodh kjo, por edhe në efektet që duhet fitojnë ata qytetarët, të kthejnë mbrapsh atë kontribut që kanë dhënë dikur, nuk po ndodh. Atëherë pse duhet kjo qeveri ka vetëm një timoner, vetë ka kërkuar, apo e dua timonin vetë thot. Dhe vërtet e ka timonin vetë dhe duhet të mbaj përgjegjësi për të gjitha vetë. Sa vite ka që nuk janë rritur pensionet? Nuk flas për indeksim, flas për pensionet. Nuk janë rritur dhe indeksimi nuk është bërë korrekt. Pse? Ja të themi me logjik, jo me tifoz. Pretendohet që të ardhurat kombëtare janë rritur në mënyrë të tillë rreth 27 miliard, prodhimi i përgjithshëm bruta. 27 miliard, ndërkohë që ka qenë 13 miliard. Pra, nga 13 është dyfishuar, po themi, vetëm për të kuptuar filozofinë. Është dyfishuar. Atëherë marrim pensionin minimal. Sa ka qenë kur e mori ky zotëria?
ka qenë 12.024 lek, ka qenë në 2013. Sot, pensioni minimal, nëse do të rritej kështu me këtë ritme, do të ishte dyfishuar që të merrte pjesën e vetë dhe pensionet. Ndërkohë është në 100 Është 190. Pra ka mbetur e pa azhurnuar, e pa updetuar, e pa dhënë, jo pak, po rreth 55.000 lekë. Dhe është justifikuar vetëm me indeksime të her pas hershme. Sot indeksime, që ju e thatë, është detyrim ligjor dhe nuk është nder. Jo, nuk është duhet ta bente. Ai duhet t'ja llogari edhe instituti. Pse nuk kanë publikuar, e publikonin stati në fakt, po me transparencë për produktet e bazës së qytetarëve, ti publikoj çmimet, sa janë, sa janë. Dhe pse se ka berë? Për këtë duhet mbaj përgjegjësi qeveria. Mund të më thotë mua për shembull sot se si dhe në gjendje janë pensionistët, si mund të jetojë një pensionist me 100 euro. Kaq në Shqipëri marrin 120.000 qytetar marrin nga 100 euro. Duke zhvlerësuar se këtu i blen me lek qytetarët, i blen me lek. E jo vlerë që ishte 100 euro, sot ka vajtur 93. 93.000 lek merë afërsisht. Më bëj dhe një sqarim të fundit, zoti Hoxha, për gjithë ata që na ndoqën në të gjithë argumentin tuaj, meqense ju krahasimin e bët për shembull me atë përfitimin e minatorit. Një pensionist i thjesht, sa lek më shumë do të ketë në xhep nga një korriku kur të marrë pensionin? Ky grup që thashë do marrë 60 lek. Do të marrë, po i marrë me radhë. Okay. Këta që ishin me 100 euro. Sot do të marrin 2.500 lek të vjetra, kaj do të shtojtë. Okay. Të vjetra në muaj. Pensionet e tjera, mesatare. Ata që marrin 190.000 lek. Me 2.7 i bje afërsisht të marrin 7.000 lek. 7.000 lek. Pensionet suplementare të minatorve, të naftëtarve, të metalurgve, do të marrin mesatarish, po them, 60 lek, ose 600 lek të vjetra në muaj. Me këtë letaj. Po unë çuditem edhe me një, kur e kanë kaq për zemër këtë qytetarinë dhe popullin, si nuk del në njeri thotore, unë do punoj për këtë popull dhe s'dua lek fare, s'dua morog. Atëherë do t'jeti besueshëm. Politika, nga deputetët, nga ministrat. Po ministrat njerë pasaj, edhe deputetët më keq akoma. Janë manakin në një godin të mbledhur ku ka qenë kopshi zoologjik. Atë si duket nga kjo gjë, ata kanë marrë dhe kanë trashëguar edhe uqet e banorëve të asaj godine. Zoti Hoxha, shpresoj që të kemi qenë shumë të kuptueshëm dhe thjesht për gjithë ata që na ndoqën dhe që kanë nisur të bëjnë kalkulimet sa do të rritet pensioni nga një korriku. 60 lek një udhëtim me një xhiro i gjysmë. Një xhiro i gjysmë. Me transportin urban. Dakor. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit për sqarimin. Faleminderit. Ndërkohë ndalemi shkurtimisht, ka publicitet, rikthehemi më njëherë bashkë.
Rikthehemi përsëri bashk në ditar dhe do të ndajmë një bisedë në këto momente me Kladi Bregun, pedagog I ekonomisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të përshëndes, mirë se vjen. Falenderoj shumë për kohën. Përshëndetje, faleminderit dhe ju për ftesën. Një njoftim I publikuar, në fakt një vendim I marrë nga qeveria shqiptare, nisin aplikimet për marrje kredie për shtëpi pa interes, për punonjës të administratës shtetërore. Çfarë do të thotë kjo kredi pa interes? Sigurisht që mund të tentoj të aplikoj kushdo, megjithatë ka kriteret veçanta, apo jo? Nuk kam arritur të shoh ende detajet, por ajo që shohim është që qeveria e pranon që jetesa në Shqipëri është bërë e vështirë dhe ata po përdorin një mënyrë për të tërhequr më shumë njerëz në administrat, se për t'i mbajtur ata aty, dhe kjo një nga mënyrat është për t'ju bërë atyre favore apo disa një politik që I ndihmon ata për blerjen e një shtëpie, e cila po bëhet pothuajse pamundur për një pjesë të madhe të shqiptarëve. E parë në këtë aspekt nuk besoj se do të jetë në një gjë që ndikon shumë, nuk zgjidh problemin vërtet, thjesht favorizon një pjesë të shoqërisë dhe lën mbrapa pjesën tjetër. E kuptoj, po kur thuhet që përfituesit janë 300, mund të jenë mjek, infermier, diplomat, punonjës në sektor të ndryshëm të administratës shtetërore, janë ushtarak, polic, janë 300, nuk janë pak. Do të thënë, nëse e merr të ndryshëm çdo vit, nuk janë pak. Nuk e di, nuk e kam parë detajet. Problemi është që ne do të kuptojmë a sjell kjo një zgjidhje reale. Patjetër për ata individ që do të përfitojnë, do të ndryshojë diçka, por nuk mund të fokusohemi thjesht tek ata individ, domethënë duhet të kuptojmë që situata në Shqipëri, situata ekonomike në Shqipëri për shkak të rritjes të çmimeve, sidomos për sa I përket pronave, pra shtëpive, është rritur shumë dhe po bëhet e papërballueshme dhe thjesht ndryshimi për 300 veta nuk do të sjellë ndonjë ndryshim që ne kemi nevojë. Dakor, por janë politika të strehimit social. Kam përshtypjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës I ka shumë të zhvilluara se ne. Ka politika edhe këtu, patjetër, ka politika, po varen shpeshherë nga lokalitetet, varen nga qytetet, nga shtetet ku jeton, dhe patjetër që këto politika ekzistojnë, këto personalisht, ta shkojmë me syrin e një ekonomisti, këto janë politika ashtu siç po e them disa herë, sepse është e rëndësishme për ata që na ndjekin ta kuptojnë, që këto janë politika që nuk është se zgjidhin probleme, këto janë politika që mundohen të mbulojnë problemet që janë krijuar në ekonomi. Janë politika që ndiqen nga qeveritë, sepse nëpërmjet këtyre politikave është më lehtë për të treguar votuesve që ata po bëjnë diçka për ata. Pra është një mënyrë e thjeshtë, por në realitet nuk ndryshon gjë, sepse duhet kemi parasysh. Shteti nuk krijon dot pasuri. Shteti thjesht transformon pasurinë nga një grup tek një grup tjetër. E parë në këtë aspekt, atëherë thjesht do të kemi disa përfitues, por në total ne nuk do nuk do të jemi më mirë. E kuptoj. Dakor, jam dakord me pjesën që favorizohen një pjesë, por nëse do të ishte e përvitshme, të paktën do të ishte një lloj lehtësimi, edhe pse ka kritere. Kladi më thotë që nuk I ka parë sakt, megjithatë të thjesht për të kujtuar që duhet të punojnë në shtet, duhet të kenë një kontratë afatgjatë, duhet të mos kenë një banesë apo të mos jenë përfitues të një banese nga familjar apo rrethi I ngushtë, dhe të kenë të ardhurat të mjaftueshme për të mund ta shlyer kredin, jo më pak se 135.000 lekë në muaj. Janë kritere që ndoshta për një çift të ri mund të jenë të përballueshme? Kladi, sa kam përshtypjen që synohen kryesisht çiftet e reja, ata që e kanë gjithmonë më të pamundur që të sigurojnë një banesë. Po, patjetër, për ata që do të kualifikohen dhe patjetër që një pjesë do të kualifikohen nga që kuptohet që ka një logjik, ata që nuk kanë një shtëpi duhet patjetër politikat e ngjashme ndiqen edhe këtu, gjithmonë kur jepet një ndihmë e tillë është gjithmonë për shtëpinë e parë, nëse ju keni blerë një shtëpi nuk mund të përfitoni për shtëpinë e dytë. Prandaj gjithmonë kemi këto kritere që janë të rëndësishme, që duhet patjetër është detyruar edhe shteti që të krijojë disa kritere, sepse përndryshe atëherë çdo kush mund të përfitonte dhe nuk do të shte në një vlerë të madhe ose nuk do të përballohesh dot. Megjithatë unë do të fokusohem vërtet te ajo, sepse edhe e njëjta gjë ndodh edhe këtu. Çfarë po ndodh apo ja them Shtetet e Bashkuara? Arsyet pse shteti bën politika të ngjashme është sepse këtu po bëhet pa përballueshme, jo aq sa është në Shqipëri, ndoshta po edhe këtu është pa përballueshme për të blerë një shtëpi.
atëherë në qoftë se shkojmë në detaje cila është arsyeja pse kjo ndodh, është sepse shteti është përfshirë dhe blokon atë rritjen e ofertës në paktën në Shtetet e Bashkuara, po flasim rritjen e ofertës të shtëpive. Pra blokon nëpërmjet rregullave, nëpërmjet ligjeve të ndryshme, rrit koston e ndërtimit. Dhe si zgjidhje nuk heq rregullat, nuk heq ligjet që pengojnë dhe rritin koston e ndërtimit, por bën një politikë nëpërmjet të cilës mundoj të mbuloj gabimet që bën nga ana tjetër. E njëjta gjë po ndodh edhe në Shqipëri. Prandaj po them që do të fokusohemi në atë situatë në aspektin më të gjertë të situatës. Ajo që po ndodh është qeveria për mendimin tim e pranon që është shumë problematike për të blerë një shtëpi në Shqipëri, sidomos në kryeqytet, por edhe në qytetet e tjera, dhe kjo është nga politikat nëpërmjet të cilave ata po mundohen të ndihmojnë një grup të vogël të shoqërisë për t'ia ulësuar disi këtë situatë që ka ndodhur, që po ndodh. Të pyes pak, meqense është aktualiteti pashmangshëm në Shqipëri, nëse flasim për investimet huaja dhe projekte dhe para që mund vinë nga një investitor, siç është Jared Kushner. Diskutohet vetëm mes shqiptarësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo? Ka realisht lajme për ditëshmëria apo jo? Pastaj na e thuaj ti në lidhje me investimin e tij në Shqipëri. Po shiko, fatkeqësisht kjo situatë që është krijuar në Shqipëri është përhapur shumë për arsye në gabuar, për të paktën për sa i përket protestave. Patjetër protestat filluan për shkak të investimit, me sa shoh unë, por unë i kam ndjekur me shumë kujdes dhe fatkeqësisht mediat e huaja të paktën në titujt e tyre i kanë bërë një dëm të madh situatës në Shqipëri që po ndodh, sepse po e trajtojnë thjesht si një investim që si një protestë të kundër Kushnerit apo kundër Trumpit, gjë e cila patjetër që nuk ka as pak lidhje. Populli shqiptar nuk është kundër as Trumpit, besoj unë as Kushnerit në parim. Problemet që ne kemi janë shumë të gjera dhe trajtimi që unë shoh këtu nuk është ai duri gjithmonë nga mediat amerikane të paktën, nuk është gjithmonë ai duri që të fokusohet vërtet tek fokusi i vërtet i protestës. Fokusi i vërtet i protestës nuk është edhe vetë në as zvërneci si emër, është zvërneci si fenomen, sepse ajo që po ndodh në Shqipëri është që kemi një qeveri komplet jo transparente, komplet që bashkëpunon dhe vepron për interesa shumë të ngushta të një grupi shumë të vogël individësh, dhe kur flasim në këtë rast konkret që investimi do të vijë nga Jared Kushner, mund t'ja u them pothuaj me siguri që nuk do të vijë absolutisht as pak nga Jared Kushner. Aty ka shumë gjasa me çfarë kam parun, do të ndiqet i njëjti plan që është ndjekur edhe në Durrës Marina, do të financohen këto ndërtimet që do të ndodhin aty, gjë e cila po ashtu duhet theksuar që ka shumë pak gjasa që pjesa më e madhe e zhvillimit që do ndodhi aty do të jetë resort. Unë kam parë sipërfaqen që aty pritet të ndërtohet, dhe është pamundur që gjithë ajo sipërfaqe ose qoftë edhe 10% e asaj sipërfaqe të bëhet një resort. Prandaj do të ketë më shumë se sa një resort, dhe këto është mënyra si resorti do të financohet në fakt. Prandaj për ta përmbledhur, nuk ka financime. Nuk besoj do të ketë shumë financime të huaja të vërteta, do të jenë nëpërmjet blerjeve të pronave që do të shiten aty. Dhe njëkohësisht nëse shikojmë trajtimin e mediave, besoj që nuk është ai duri sidomos i protestës, sepse fatkeqësisht fokusohen aty ku nuk duhet fokusohen. Problemi sot jone është me qeverinë që ka 13 vjet që ka bërë shumë pak për vendin tonë, ka shumë korrupsion, ka shumë vjedhje, ka shumë bashkëpunim për pasurimin e një grushti të ngushtë dhe të vogël njerëzish dhe shumë pak politika të cilat vërtet ndihmojnë dhe zgjidhin problemet të cilat ne kemi. Okej, ja vlen një tjetër bisedë në një moment tjetër. E falenderoj shumë Klaudin që e pata në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për sqarimet që ti na solle dhe ne do të mbetemi përsëri tek protesta. Faleminderit Klaud. Ndërkohë do të mbetemi tek protesta, por në një tjetër këndvështrim, shumë shkurt do të ndajmë një bisedë për atë deklarat të bërë nga Ali Ahmeti, kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni të Veriut. Shumë e kanë diskutuar raportin e tij dhe miqësinë e fortë dhe lidhjen e fortë që ka me kryeministrin Edi Rama, por papritur ai reagoi në lidhje me protestën që po zhvillohet në ditën e saj të 29 në kryeqytet, duke shprehur shqetësim për pasojat që këto zhvillime mund sjellin për Shqipërinë, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, përpara se të lidhemi me një analist politik që do të na bashkohet nga Shkupi, shohim se çfarë
ka thënë kryeministri Rama sot në podcastin e tij për protestat në Tiranë, duke lexuar dhe letrën e një protestuesi e duke argumentuar se hallet e qytetarëve po shfrytëzohen për qëllime përçarëse. Ai paralajmëroi se pas protestave fshihen aktorë të interesuar që sipas tij nuk kërkojnë zgjidhje, por mbajtjen gjallë të konfliktit. Edi Rama zgjodhi të jepte më shumë kohë se zakonisht protestave që zhvillohen në bulevard. Në podcastin e tij kryeministror, ai zgjodhi të fliste me një nga protestuesit, i cili kishte renditur arsyet se pse ishte bashkuar lëvizjes, ku shkaktare kishte qenë sjellja e administratës shqiptare. Jemi 12 familje që janë bashkuar në këtë protest, jo të gjithë me prezencë në bulevard, sepse jemi të zhgënjur që akoma dhe sot nuk kemi një zgjidhje për gjysmën e pallatit që na është shëmbur nga tërmeti i 2019-s pranë Ministrisë Jashtme. Kemi ndjekur të gjitha rrugët e robit, të ligjit dhe të zotit për të kërkuar ndihmë pranë çdo institucioni, minibashki, bashki, avokat populli, ministri dhe kryeministri, por akoma sot pa përgjigje. Për Edi Ramën, halli i qytetarit ishte motivi se pse vijon ta mbajë detyrën e kryeministrit, duke shtuar se qytetarët po keq përdoren nga lëvizje me frymë përçarëse. Nuk duhet lejuar që një hall i drejtë të bëhet lëndë djegëse për ata që vazhdojnë në ushqenjë të protest, vazhdojnë në ushqenjë të rrëmuj. Vazhdojnë në ushqenjë këtë rrëmuj më shumë shpirtërore se sa fizike, duke bërë dëm pas dëmi, jo duke ndihmuar që gjërat të zgjidhen. Ata janë njerëz që ushqejnë me probleme të tjerëve dhe janë njerëz, janë subjekte, janë organizata, janë edhe aktorë të tjerë jashtë vendit që ushqejnë me probleme të tjerë. Dalja në bulevard për kryeun e qeverisë vetëm sa i shton karburantin për çarjes shoqërore, duke nënvizuar se ata që janë prapa protestës nuk dëshirojnë zgjidhjen e halleve të qytetarëve. Sa ata duan që të mbajnë gjallë zemrimin për çarjen dhe iluzionin që çdo plagë e një qytetari është prova që këtu duhet rrëzuar gjithçka dhe Shqipëria duhet të fillojë nga e para. Nëse këto ishin fjalët për protestuesin që delën bulevard, për ata që akuzojnë fjalët e kishte më të rënda, duke i quajtur inkvizitor revolucionar dhe si shembull mori deklaratat e bëra ndaj librit The Albanian Files. Tani The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga inkvizicioni, se s'mund ta quaj dot intelektual se nuk është intelektual, por nga inkvizicioni revolucionar i protestës. Këto reagime të kryeut të qeverisë vinë në një kohë kur lëvizjes në Tiranë pritet i bashkojnë edhe eurodeputetët nga Parlamenti Evropian, pjesë e grupit të dëgjelbërve. Zoti Sefer Tahiri, analist politik, njohës i mirë i politikës Shkupit dhe Tiranës, na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Falenderoj shumë për kohën, mirë se vjen. Faleminderit juve. I kanë ndjekur protestat, zoti Tahiri, besojnë në Tiranë, të gjitha deklaratat, kërkesat e protestuesve, qëndrimet e kryeministrit Rama apo jo? Shqiptarët e Maqedonisë Veriut në analizat e mia politike dhe sociologjike shpesh them që janë me 3 adhe dhe pa adhe. Madhërisht që Shqipëria është adheu i parë i tyre, kjo nuk diskutohet për shkak të trashëgimisë historike, historisë identitare, shumë gjërave të përbashkëta që na lidhin si shqiptar dhe gjithsesi se protestat ndiqen me shumë interes nga shqiptarët e Maqedonisë. Unë jam një nga shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Jo për faktin se zhvillimet në Shqipëri, por edhe në Kosovë ndiqen me interes shumë të madh. Unë them shpesh që shqiptarët janë këtu me trup, pra fizikisht, por me mendje herë janë në Prishtinë. Për momentin, si duket, mendja politike apo ajo që është vrojtim nga këtu është në Tiranë për shkak të protestave dhe gjithsesi se i ndjekim me shumë interes. Është një fakt interesant
për publikun shqiptar që mundohem pra ta reflektoj atë që është interesim jo vetëm për protestën, por për të gjitha zhvillimet politike në Shqipëri, për debatin e madh politik që bëhet në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Shqiptarët e Maqedonisë janë shumë të interesuar dhe kanë shumë informacione për atë se çfarë ndodh në Tiranë, çfarë ndodh në Prishtinë, dhe këto informacion janë më të shumta se sa ndodh për shembull se sa çfarë ndodh në kampin politik në Maqedonas, pra tek bashkëqytetarët e tyre. Ju pyet zoti Tahiri se ishte Edi Rama që i përfshiu edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, më saktë tetovarët, kur foli dhe për tetovarët edhe për kosovarët si të përfshirë apo në krye të protestave në Tiranë. Hedhin gur në bulevard dhe fshehin dorën, tha Rama. Shumë nxituan që ta kundërshtojnë, të tjerë thanë që po, ndoshta fizikisht nuk e kemi të mundur të vim në protest, por e mbështesim. Ndërkohë, Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s, del me deklarata kundër protestave, duke thënë se mund të ketë pasoja jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por edhe më gjerë duke përfshirë Maqedoninë e Veriut apo edhe Kosovën, dhe thotë që unë nuk pëmbroj figura politike të caktuara, por vetëm interesin e Shqipërisë. Por dukshëm, në këtë rast, mbrojti Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë. A kishte nevojë zoti Rama për këtë mbështetje nga ana e zotit Ahmeti? Do mundohem ta shpjegoj sepse janë dy pyetje të veçanta brenda një shpjegimi më gjerë politik Tiranë-Shkup lidhur me protestën. Mendoj që metafora e kryeministrit shqiptar që u përdor për ushtarët e verbër të karvaneve politike apo karvaneve të kosovarëve dhe të tetovarëve, pra është një, do thoja, simbolik fjalor i cili përdoret nga kryeministri, por jo vetëm nga kryeministri, edhe nga mediat, edhe nga politika shqiptare në Tiranë, që në një farë mënyrë tetovën e vënë në qendër të politikës shqiptare. Kjo është e kuptueshme për shkak se elitë e partive politike shqiptare janë atje, universitetet shqiptare janë atje, por realisht nuk është tetova ajo që ne duhet pra ta konceptojmë si kryeqendra e politikës shqiptare, sepse realisht duhet të jetë Shkupi, por kjo pra po them është një çështje të cilën duhet ta zgjidhim bashkërisht ne dhe ju, pra shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe Tirana, po themi politika zyrtare, por edhe media. Unë mendoj që fakti që një pjesë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut mund të jenë të përfshirë në protestat e Tiranës ka dy shpjegime. Shpjegimi i parë është fakti që e përmenda në hyrje, pra interesimi i madh për atë se çfarë ndodh në politikën shqiptare dhe natyrisht që ndryshimi i Shqipërisë, Shqipëria e re, mendoj që i bën mirë çdo shqiptari, jo vetëm juve që jetoni atje. Por mendimi im është që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë shumë arsye për të protestuar në vendin e tyre, sepse unë ndjek debatin që zhvillohet lidhur me protestën. Njësoj siç nuk ka ilaçe në spitalin onkologjik të Tiranës, në spitalin onkologjik të Shkupit gjithashtu nuk ka ilaçe. Madje nuk e di sa media e Tiranës mund t'i përcjell të gjitha zhvillimet. Për momentin në Shkup po zhvillohet një proces gjyqësor ndaj dy ish drejtorëve të spitalit onkologjik, të cilët kanë dhënë ilaçe të cilat nuk kanë qenë kompatibile apo të përshtatshme për 29 persona të cilët kanë qenë të sëmur me kancer. Pra, problemet i kemi pothuajse njëjta, por unë mendoj që para së gjithash shqiptarët kanë probleme të cilat i jetojnë ata, i bashkëvuajnë në kuptimin e kësaj që përmenda, shëndetësia, arsimi,
të gjitha problemet që janë theksuar në protesta dhe mendoj se së pari duhet parë ajo se çfarë ndodh në taborin e këtushëm, pra në jetën tonë publike, dhe më pas nuk është tragjike nëse ndonjë shqiptar apo një numër i vogël i shqiptarëve merr pjesë në protestat e Tiranës, por unë mendoj se ka shumë arsye që midis tjera është vetëm një, po a them, vitin e kaluar Shkupi ka qenë po them në një farë mënyre pra ka pasur shumë mbeturina të cilet e kanë ngulfatur pra kryeqytetin tonë dhe nuk ka pasur protesta. Prandaj, po më duket disi jo e natyrshme që ne nga këtu të vim atje dhe që të regojmë se çfarë qeverie më duket juve. Ali Ahmeti dhe mbështetja ndaj Edi Ramës. Po, edhe tek Ali Ahmeti do të vinë sepse dua ta them edhe një gjë që mendoj se është e rëndësishme. Ne si shqiptar të Maqedonisë së Veriut mund të kemi ndoshta edhe perceptim të gabuar për atë se çfarë është zhvillim ekonomik, demokratik, çfarë është procesi i integrimit të Shqipërisë, sepse ne e shohim si vizitor apo si njerëz që vim shkurt ose vim për turizëm. Ne mund ta shohim pra Shqipërinë duke u zhvilluar, mund ta shohim se turizmi po zhvillohet çdo vit dhe rritja e çmimeve pra verifikon këtë, mendoj që është konfirmim më i mirë se ka një zhvillim të turizmit. Ne e shohim që Shqipëria po ecë për dallim nga Maqedonia e Veriut, e cila po ngec, po vend numëron në procesin e integrimit, Shqipëria po e bën të kundërtën, po ecë me hapa gjigant drejt të Bashkimit Evropian dhe sipas gjitha gjasave, unë e marrë shembull shpesh në debatet publike në opinionin Maqedonas, këto pra me Maqedonasit që u shpjegoj se Shqipëria po integrohet në vitin 2030 pra në Bashkimin Evropian dhe ne nuk kemi asfund. Por këto mund të jenë perceptime t'jashtme, perceptime ndoshta edhe jo reale apo subjektive të njerëzve, të shqiptarëve të ndryshëm, sepse unë mendoj që vetë shqiptarët që jetojnë në Shqipëri nuk po hyjnë në debatin, sepse po e shoh që ditëve të fundit ka shumë debat lidhur me atë se a duhet diaspora të jetë kaq imponuese ndaj agjendës politike e kështu me radhë, padyshim se nuk kam asnjë lloj problemi që edhe diaspora e Maqedonisë së Veriut të ndikoj politikisht tek ne, por unë mendoj se çfarë qeverie, cili kryeministër, kush do të jenë përfaqësuesit politik të Shqipërisë, këtë duhet ta vendosin ekskluzivisht shqiptarët të cilët jetojnë në Shqipëri. Okay. Në kontekst të deklaratës së zotit Ahmeti, sepse shifni, po flasim, mendoj se edhe për çështje të ndjeshme në momente delikate për Shqipërinë dhe prandaj shpjegimet e shkurtra nuk janë edhe të mundshme. Në kohën e komunizmit, në vitet 80... Vetëm ma përmbyll zoti Tahiri, lutem. Ja, po e përmbyll me zotin Ahmeti dhe mendoj që do të jap një konkluzion. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës në vitet 80-ta thonin shpesh që duan Enver Hoxhën, por pas demokratizimit të Shqipërisë, të shoqërive tona, kur pyetën se pse kanë deklaruar në atë mënyrë, duke rrezikuar edhe burgun, kanë thënë që ne kemi thënë që duam Enver Hoxhën, në fakt me këtë deklarat kemi dashur të themi që duam Shqipërinë. Fakti që zoti Ahmeti po thotë që nuk më intereson Edi Rama, por më intereson Shqipëria, në fakt i bie që atij i intereson sigurisht edhe fati politik i Edi Ramës, sepse duhet
pasur një gjë parasysh, pavarësisht që mund duket komplekse politika shqiptare në rajon, por sa i përket shqiptarëve të Maqedonisë është pak më e thjeshtë, pak më e kuptueshme. Politika e Partisë Socialiste dhe qeverisë shqiptare është e orientuar drejt aleancës me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe partitë tjera të cilat janë pjesë e koalicionit i cili quhet Fronti Evropian, ndërsa partia politike e cila është pjesë e qeverisë Maqedonisë së Veriut, partia Vlen, është në aleancë të hapur, madje shpesh thuhet që ai që ka ndikuar në themelimin e kësaj partie është kryeministri Albin Kurti dhe ne dim që Edi Rama ishte këtu para zgjedhjeve lokale, e promovoi Bujar Osmani, një kandidat në një komunë të Shkupit, dhe u takua me Ali Ahmetin para zgjedhjeve parlamentare si lloj mbështetje për Ali Ahmetin, BDI-n dhe politikën e tij, dhe sot mendoj që zoti Ahmeti i kthen mbrapsht këtë mbështetje. Dhe mendoj që prapse po them, nuk ka asgjë të keqe, nuk ka asgjë tragjike, edhe zoti Rama nuk duhet ti merr shumë tragjike pjesëmarrjet, sepse duhet ta them edhe këtë dhe po e përfundoj. Mendoj që pjesëmarrja e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut në protesta është shumë e vogël. Folësit kanë qenë, mendoj se vetëm disa ndoshta në gishtat e dorës që numërohen, dhe kjo flet shumë. E qartë. Të falenderoj shumë. Ishte e kënaqësi dhe shpresoj herë tjetër në një komunikim dhe në një analizë edhe më të gjatë, sa ka shumë për diskutuar për shqiptarët në Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoni të Veriut. Ishte kënaqësi, përshëndes. Faleminderit, mirupafshim. Shohim ndërkohë se çfarë ndodh në Kosovë. Po do të shkëputemi fillimisht për pak publicitet dhe rikthehemi më pas. Dakor, jemi me Kosovën. Zoti Adnan Rustemi, deputeti i Lëvizjes Vetvendosje, na bashkohet në këto momente. Mirë se vjen, falenderoj shumë për kohën. Mirë se u gjej, faleminderit juve për mundësinë dhe festën. Ta nis me një akuzë, me qenë se jemi në këtë frymën e protestës. Zoti Rustemi ka patur akuza qoftë nga shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, nga politika aktive e Kosovës, por edhe nga Tirana për një organizim apo edhe financim të protestave në Tiranë nga Lëvizja Vetvendosje dhe nga njerëz të Albin Kurtit. Njerëz me kamion, Albin Kurti përmbush kamion me protestues nga Prishtina për në Tiranë. A ka diçka të vërtet? A ka interes Albin Kurti të rrëzojë Edi Ramën nga pushteti? Nuk ka asgjë të vërtet, nuk ka të bëj asgjë Lëvizja Vetvendosje me protestat që po zhvillohen në Tiranë. Thjesht janë aktivitete të popullit shqiptar dhe i përket atyre të vlerësojnë se çfarë do të bëjmë në tutje, dhe të vlerësojnë edhe qeverisin e tyre. Ajo që mund të them dhe të garantoj me përgjegjësi të plotë që Lëvizja Vetvendosje nuk ka asgjë të bëj me protestat që po zhvillohen në Tiranë. Dhe në fakt Albin Kurti deri në këto momente nuk është prehur as pro as kundër protestave, as në mbështetje të Edi Ramës, as kundër tij, ka patur një qëndrim larg kësaj çështje. Ndërkohë me ju, qoftë edhe me kryesinë apo me anëtarë të Vetvendosjes, është diskutuar fati i Edi Ramës apo protestave në Tiranë? Gjëja më normale në një situatë të tillë është kryeministri i Kosovës mos të pozicionohet. Se duhet të flasë kryeministri i Kosovës për zhvillimet politike në Tiranë. Pse duhet të marrë anë, qoftë në anën e protestuesve apo edhe të mbrojë zotin Rama. Është çështje krejtësisht e jetës politike në Shqipëri, e vlerësimit të vetë qytetarëve shqiptar atje, se cilat janë kërkesat, cilat janë nevojat e popullit shqiptar atje, cila është qeverisja, cili është niveli. Unë do të thoya që është e pazakont pozicionimi, përzierja, ose qoftë në njërin anë, qoftë në tjetrën. Nuk ka të bëjë asgjë. Po të bëj fjalë për Shqipërinë si shtet në raporte me një palë të tretë, natyrisht se do duhet të fleste kryeministri i Kosovës, por jo për zhvillimet brenda Shqipërisë, jo për jetën politike dhe demokracinë atje. Okej, është një distancim që i takon kryeministrit Kurti. Meqense kemi zyrtarisht certifikim të rezultatit të zgjedhjeve për 24 orësh, mund të themi që sot ka nisur negociatat me partitë në opozitë për formimin e qeverisë së re, se kështu tha Kurti, do të presë që certifikohet rezultati i zgjedhjeve dhe menjëherë më pas do të nisë bisedimet. Ka diçka konkrete sot? Po nuk kemi ende certifikim, kemi vetëm shpallje të rezultateve përfundimtare. Për të ri ka një afat për ankesa të kandidatëve eventual,
vetëm nëse nuk ka asnjë ankesë brenda fatit 48 orësh nga momenti i shpalljes certifikohen nga ana e KQZ-s. Nëse eventualisht ka ndonjë ankesë, do të priten vendimet e institucioneve përgjithëse, por po nga momenti i certifikimit do të fillojnë bisedimet me partitë politike për të procesin e krijimit të institucioneve, veçanërisht për procesin e zgjedhjes së presidentit apo të presidentes të Republikës. Dhe natyrisht për të dhënë vendit institucione stabile dhe të përtetur tutje. Dhe në fakt kjo ka qenë dilema e diskutuar shumë edhe në Prishtinën zyrtare nga ekspert njohës, ish antar apo ish kryetar të gjykatës kushtetuese apo edhe njohës shumë të mirë të kushtetues. Do duhet që i gjithë ky proces për zgjidhjen e ngërçit politik në Kosovë të nisë me zgjedhjen e presidentit dhe jo me formimin e qeverisë. Presidenti i jep mandatin më pas fituesit të zgjedhjeve, në këtë rast zotit Kurti, për të formuar, për të mandatuar, merr mandatin pra për të formuar qeverin. Kjo logjik do të ndiqet, zoti Rustemi? Nuk ka asnjë kufizim kushtetues, nuk flet kushtetuta për hapat e krijimit të institucioneve nga momenti i konstruimit. Tashmë në praktikën tonë institucionale kemi disa raste kur ushtruesi i detyrës të presidentit të Republikës ka mandatuar kandidatin për kryeministër dhe kemi pasur qeveri të zgjedhur nga kuvendi pa pasur president fuqi plot të zgjedhur nga kuvendi. Natyrisht, asgjë nuk është ndaluar, gjithçka është e mundur, domethënë krejtësisht varet nga procesi politik, nga bisedimet që do zhvillohen. Është e mundur që të kemi qeveri para presidentit, është e mundur që të kemi në të njëjtën ditë edhe president edhe qeveri, është e mundur që të kemi njërën fillimisht e pastaj protest, diskutimi, eventualisht të kemi 60 ditë në dispozicion nga momenti i konstruimit kuvendit për ta zgjedhur presidentin, por që nuk qëndron domethënë kjo pikpamja që duhet patjetër fillimisht zgjedhja presidentit dhe pastaj nominimi apo dekretimi i kandidatit për kryeministër dhe votimi i qeverisë. Dhe unë kam thënë edhe më parë, ata që insistojnë në këtë gjë pretendojnë ta lënë Kosovën në vakum total institucional, domethënë ta lënë edhe pa qeveri, edhe pa parlament, edhe pa president. Ndërkohë që ne angazhohemi me një perspektivë pozitive që pas konstruimit të kemi edhe qeverin, të kemi edhe presidentin. Por kufizime kushtetuese nuk ka, gjithçka varet nga zhvillimet politike, domethënë në këtë proces. Zoti Rustemi, është në lojë dhe këtë po e përdor mes thonjzave posti i presidentit në negociata që do të keni me partitë politike, me partitë e opozitës? Dhe me thënë, do të negocioni për postin e presidentit me qëllim që ju të ruani qeverinë? Ne kemi thënë edhe gjatë fushatës që Kosova ka nevojë për një president konsensual, jo partijat, mbi palët. Zaten kjo ka qenë edhe kërkesa publike e vetë opozitës, pashka që me kalimin e kohës faqëndor duke vendosur kushte e kritere tjera. Vërtet vazhdojmë të besojmë që Kosova ka nevojë për president konsensual, jo partijat, ndërkohë që ne do të bisedojmë me opozitën për procesin e krijimit të institucioneve. Nuk mund të parashos se si do të rrjedhin këto diskutime, konsultime, bisedime, para mashëndrimit lëvizjes së shqiptarë, që Kosova ka nevojë për një president konsensual, jo partijat, mbi palët, dhe ekzistojë secili deputet i kuvendit të Kosovës ka përgjegjësi edhe politike, edhe kushtetuese për të dhënë vendit president dhe për mos ta dërguar Kosovën edhe një herë në një krizë tjetër e një palë zgjedhje tjera. Është në dorën e opozitës se çfarë do të kemi në javët të muajit të ardhshëm. Dhe përgjatë të paktën vitit të fundit është folur shumë për këtë proces dhe është folur shumë për emra, për kandidatura që janë hedhur nga opozita dhe nuk janë pranuar, për kandidatura që janë propozuar nga vetëvendosja dhe që përsëri nuk janë votuar. Megjithatë më bëri përshtypje një deklaratë juaja sot për mediat në Kosovë. Vjosa Osmani nuk i përmbush kriteret. Zoti Rustemi, pse Vjosa Osmani i përmbushte kriteret për të qenë presidente në 2021 dhe nuk i përmbush sot në Kosovën e 2026-s? Zonja Osmani nuk i përmbush kriteret e figurës konsensuale, sepse tashmë është një politikane aktive. Domethënë i ka prirë listës të një partie politike, është deputete e zgjedhur, e pa certifikuar ende, por tashmë është rikthyer angazhimit politik aktivisht. Dhe kur themi që Kosova ka nevojë për një figurë konsensuale, natyrshëm zonja Osmani nuk hyn në këtë kategori. Ndërkohë që në paralelin që vendoset ju me vitin 2021, në atë kohë ka qenë konteksti tjetër dhe atës kemi thënë që Kosova ka nevojë për një figurë konsensuale. Domethënë dhe kanë qenë rrethana të cilat e kanë bërë të mundur. Por nuk jemi në vitin 2021 dhe raportet politike nuk janë të njëjta dhe partitë politike nuk janë të njëjta. Po ka qenë zonja Osmani një presidente e suksesshme në optikën tuaj?
nuk ka kurrë relevante në kontekstin aktual. Domethënë, mbas një moment tjetër mund të bëjmë evokim evaluim të performancës së saj 5 vjeçare me gjaktësi dhe pa, le të themi, këto zhvillimet politike, por në raport me protestin aktual nuk ka asnjë relevancë, domethënë. Ka pasur momente që ka qenë në vinë dur dhe ka mbrojtur çështjen institucionale dhe interesat e shtetit. Ka pasur momente kur ka bërë politik, por kjo në fund të fundit qytetarët tashmë janë shprehur, po mbase mund të kishin ndonjë relevancë para zgjedhjeve të 7 qershorit, po zgjedhjet kanë përfunduar. Zonja Osmani është deputete e Kuvendit Kosovës, si ka prirë listës të një partie politike, të partisë të tretë në Kosovë, dhe jemi në fazën për të gjetur zgjidhje dhe për të shmangur zgjedhjet eventuale, të cilat janë të panevojshme, kanë qenë të panevojshme dhe këto të 7 qershorit. E kuptoj. Është shumë interesante se pas 7 qershorit, edhe pse ishit ende në proces të numërimit të votave dhe ende nuk e kemi si shtat ju një certifikim zyrtar dhe përfundimtar të rezultatit të zgjedhjeve, shumë nga personazhet e politikës, pavarësisht vijave të kuqe që vetëvendosja ka vendosur, si kërkesa për një president konsensual dhe larg implikimeve apo ambiceve politike në të ardhmen, shumë janë vetë ofruar për këtë postë, duke nisur nga Lumir Abdixhiku, kryetari i LDK-s, Lutfi Aziri, në kryetari i kësaj force politike, i cili më pas të roqi deklaratën e tij duke thënë që qëndron në fuqi kandidatura e zonjës Osmani. Edhe zoti Ramush Haradinaj ka thënë që nëse do të kenë nevojë për mua, jam gati që ta pranoj postin e presidentit. Nuk pëlqeni asnjë nga këto emra, apo do t'i qëndroni vijave të kuqe të vendosura nga zoti Kurti? Se është shumë interesante, Haradinaj president? Ne kemi vendosur vijat kuqe për pozitën e presidentit, ne vetëm kemi ndërtuar profilin konsensual. I kemi dhënë gjitha mundësitë opozitës para zgjedhjeve 7 qershorit për të shmangur zgjedhjet 7 qershorit. Domethënë, e kemi ofruar bashkëqeverisje LDK-s, e kemi ofruar kryetarin e Kuvendit edhe LDK-s edhe PDK-s, e kemi ofruar edhe mundësinë e një presidenti konsensual, dhe së fundmi kemi ofruar që vetë opozita të propozojë 3 emra me disa kritere kufizuese minimale mbi integritetin dhe profilin e personit, dhe ne do ta votojmë njërin prej tyre. Por opozita nuk ishte interesuar për të gjetur zgjidhje, ka shumë rëndësi për ta shpjeguar pa kontekstin politik. Opozita don të zgjedhje me cilin do çmim. Domethënë, e kam fjalën për zgjedhje 7 qershorit. Sidomos LDK, sepse Lumir Abdixhiku është personi kryesor për përgjegjës që ka dërguar vendin në 2 pol zgjedhje krejtësisht të panevojshme. Po të përgjigjej pozitivisht zoti Abdixhiku në ftesat tona vitin e kaluar për bashkëqeverisje, ne nuk do të kishim as zgjedhje në 23 dhjetorit, as zgjedhje të 7 qershorit. Po, kur bashkëqeveris dhe kur negocion për të bashkëqeverisur, zoti Rustemi, duhet edhe të bësh lëshime. Sa të gatshëm jeni ju për të bërë lëshime? Sa unë nisa me postin e presidentit pak më parë, por ndoshta zoti Abdixhiku nuk mjaftohet me presidentin, mund të kërkojë edhe një pjesë të qeverisë. Sa jeni gati ju të jepni? Ne kemi qenë të gatshëm vitin e kaluar për të diskutuar. Ne kemi ftuar në takim, zoti Abdixhiku ka refuzuar 3 herë takimet vitin e kaluar. Po, kur thua edhe mbas zgjedhjeve që të mos harrojnë qytetarët e Kosovës dhe opozita e kanë presidentin, e kanë dhe qeverinë, ti praktikisht po ja mbyll një derë. Jo, unë po them që presidenti duhet jetë konsensual. Jo, zoti Kurti ka thënë pas zgjedhjeve, të mos harrojnë që Kosova e ka një president, në detyrë e ka edhe qeverinë. Po, presidenti në detyrë dhe qeverinë në detyrë i ka pa asnjë dyshim. Vakomi institucional nuk ka në Kosovë. Por zgjedhjet janë mbajtur, kuvendi konstituohet dhe ne po angazhohemi për institucione fuqiplota, jo për institucione në detyrë. Por po them që vitin e kaluar ne kemi ofruar mundësinë LDK-s për të hyrë në qeveri dhe LDK ka refuzuar edhe ftesat për takime. Po do të më ndodh një pol zgjedhje për ta bërë një gjysmë hapi opozita. Domethënë, vitin e kaluar nuk vinin as në takime, pas 23 dhjetorit kur ne morëm 57 deputet erdhën në takime, por e pamundsuan marrëveshjen. Tash kemi zgjedhje 7 qershorit përsëri me 53 deputet në vitavendosje, shpresoj që do të vinë edhe në takime dhe do ta mundsojnë marrëveshjen. Por nuk mund të do ta kemi parasysh edhe ndërtimin e institucioneve duhet ta bëjmë në përputhje me rezultatin e zgjedhjeve, sepse pastaj do të vlerësonim zgjedhjet. Në vitavendosje sot ka votat e mjaftueshme për të krijuar qeverinë dhe për të konstruar kuvendin. I ka pasur me pas 23 dhjetorit, por nuk i ka pasur pas
zgjedhjeve të nënshkurtit të vitit kaluar. Në atë vit, LDK kishte mundësinë me qenë përcaktuese në qeveri, por refuzoi. Nuk është këtu çështja. Çështja është që opozita ka kalkuluar që duke dërguar Kosovën në zgjedhje të shpeshta të vazhdueshme, do ta adoptoj vetëvendosjen deri në pikën kur e krijon një rroton të përshtatshme që opozita të krijojë një qeveri të pakitës përkundër fituesit, duke llogaritur edhe në votat e listës serbe. Domethënë edhe kur e pon që populli e ka kuptuar këtë skemë dhe këtë plan, që nuk ka të bëjë me presidentin, por ka të bëjë me kryeministin Kurti dhe me qeverisjen e vetëvendosjes, populli dha mbështetje edhe më të madhe lëvizjes së vendosjes. Domethënë ne në dhjetor kemi pasur rezultatin më të lartë që shënuar ndonjëherë në Kosovë në këto 25 vite pas luftës në Kosovë. E qartë. Ka nisur opozita që do të reflektoj. Po, sepse përballë 53 deputetëve që ka Kurti, do duhet sigurisht pranoj çfarë ofrohet LDK-ja me 18 deputet. Nëse ikën zoti Abdigjiku, siç ka kërkuar një pjesë e LDK-s me kërkesa për ta larguar nga kryesimi i partisë, do të ishit më të kënaqur për të negociuar me një tjetër në krye? Shiko, këto zhvillimet e brendshme që po ndodhin në LDK janë zhvillime të tyre, të brendshme. Dhe natyrisht unë refuzoj edhe që të përfshihem, po megjithatë këto zhvillime janë relevante vetëm për palët e treta dhe palët e jashtme, deri në pikën që i kontribuojnë ose jo krijimit të institucioneve. Domethënë, a do të ushqehet blokada 18 muajshe, apo do të çohet blokada 18 muajshe. Nuk është çështja kjo se ikja e Abdigjikut i jep mundësi apo jo, LDK-ja ka 18 deputet në Kuvend Kosovës, fatkeqësisht nuk janë homogen, nuk ishin homogen as në dhjetor, që u konfirmu, domethënë kur thënë ne që LDK me 15 deputet nuk i ka as 15 nënshkrime dhe as 15 vota për zonin Osmani, ne akuzoheshim në publik, por u vërtetu domethënë që gjë nuk i kanë as nuk i kishin 15 vota, as nuk i kanë 15 vota domethënë për një person të statuar. Por këtë procesin e krijimit të institucioneve duhet ta ndajmë në dy nivele. Krijimi i qeverisë dhe zgjedhja e presidentit. Okay. Nëse ka vullnet dhe interesim të palëve për të përfshirë në qeveri, e në këtë rast nga fituesi dhe palë tjera, mund të diskutohet. Por për te i saj, nuk duhet ta ndërlidhim domethënë zgjedhjen e presidentit me krijimin e qeverisë. Ne mund ta kemi qeverinë e vetëvendosjes, por mund të flasim për një president konsensual, sepse nuk mund ta mbajmë peng Kosovën dhe nuk mund ta lëmë kështu shtetin pa institucione për 18 muaj. Dhe prandaj kalkulimi i opozitës është kaqërisht i gabueshëm dhe është i dëmshëm për interesin e shtetit. Nuk mund ta pengosh procesin e zgjedhjes së presidentit vetëm se nuk po të pëlqen rezultati i zgjedhjeve. Nuk e di se sa kundërshtosh një figurë të vetëvendosjes, por nuk mund të cilën figurë konsensuale që propozohet në skenë. Okej, se diskutime do të ketë shumë, kam përshtypjen edhe takime në sy të publikut të njoftuara apo jo, derisa shpresoj të kemi një marrëveshje përpara nisjes së sezonit të ri politik. Zoti Rustemi, ka nisur diskutimet se si do të ndahet torta e pushtetit në vetëvendosje, apo sipas edhe mbështetjes edhe votave që morën në zgjedhje secili do të marrë vendin e merituar? Të parin të vendosjes pushteti nuk e shohim si tort, që është vërtet, e shohim si përgjegjësi, edhe duke qenë se e shohim si përgjegjësi, më shumë ka një lloj tërheqje të personave të caktuar se sa ngarendje për të marrë detyra, sepse nuk është lehtë të mbash detyra në qeverisjen e vendosjes dhe të përballesh me procese kaq sfiduese por tepër të rëndësishme. Sa që ka krenari për ato arritje, ka dhe shumë sfida, ka shumë përgjegjësi. Prandaj domethënë lëvizja e vendosjes është konsistente në këtë pikë, nuk është çështja e rezultatit individual që ndikon vendimarrjen, por kryeministri Kurti përket natyrisht të propozojë ekipin me cilin ai mendon se mund të punoj më të mirë në një kontekst aktuar kohor. Sepse çfarë është edhe kush është i përshtatshëm sot, mund mos të ketë para 4 viteve apo mund mos të jetë pas 4 viteve. Prandaj ne do të kemi ekipin më të mirë natyrisht dhe do të vazhdojmë punët e mira të nisura me mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Dhe shpresojmë shumë që të jetë një mandat 4 vjeçar dhe Kosova të mos shkojë përsëri në zgjedhje. Zoti Rustemi, të falenderoj shumë për kohën, ishte kënaqësi që të kisha live. Dhe e mbyllim me pensionet, me kredit, me politik dhe ndalemi tek një ngjarje që pritet të rrejë vëmendjen jo pak.
por të 60.000 shqiptar apo jo, se pritet të ketë edhe të huaj, na i shpjegon gazetarja 2 CNN, Luela Miftari. Mirë se vjen, Luela. Përshëndetje. Dhe do të flasim për koncertin e reperit Kanye West, për cilin ka punime, një stadium gjigant, do të bëhet gati, stadium provizor për të mi pritur gati 60.000 spektator. Unë e thash shqiptar, por nuk është e thënë që t'jen vetëm shqiptar, apo jo? Besoj që 70% janë të huaj dhe vetëm 30% janë shqiptar. Ndoshta janë shqiptar është rastësi nga vende të tjera të huaja. Se si po sigurohen biletat? Na trego fillimisht si po sigurohen biletat? Përmes aplikimeve online, përmes blerjeve online, ashtu sikur se ndodh me koncertet e mëdha në të gjithë botën. E në dimensionet të tilla rreth 60.000 njerëz, pa diskutim që do të ishte e pamundur në një farë mënyrë që të kontrolloje në mënyrë fizike shitjen e biletave, kështu që vetëm si thuash portalet ose adresat e sigurta të shitjes së biletave mbarkombëtare edhe me përvojë në koncerte të këtij lloji janë ato që shesin biletat apo që sigurojnë biletat në vendet caktuara të stadiumit që po ndërtohet edhe në Tiranë. Më thuaj pak, e mundur të takosh, ndërkohë ne po shohim edhe pamje nga stadiumi që po organizohet, nga gjithë ajo që premtohet të jetë një magji, sidomos kur flasim për një këngëtar, një reper që vjen me një super grup dhe ekip nga mbrapa të përmasave ndërkombëtare. Se po flasim për një këngëtar që ende është në super form të paktën dhe që prodhon hite. Ka një grup organizimi, do të thënë ka një bashkëpunim mes shqiptarësh dhe ekipit të këngëtarit, si është menduar? Një pjesë e stadiumit po ndërtohet nga Ministria e Kulturës, po njëkohësisht edhe nga persona private, të cilët janë angazhuar edhe më herët për cilë artistë të tjerë ndërkombëtar në Shqipëri, që nënkupton një lloj si në përvojën e Xhuzi Ferrerit apo Jason Derulos, që mendohet që Jason ose Scorpions kanë qenë dy koncertet pak më internacionale në Tiranë. Në këtë rast pa diskutim që është në përmasa pak më të mëdha. Jo pak më të mëdha, shumë më të mëdha. Shumë më të mëdha edhe do duhej që të si thua ndërtojë një stadium i ri, një stadium i cili i përshtatet kushteve të cilat ka kërkuar reperi Kanye West. Kështu që e gjithë skena që do ndërtohet do të jetë një lloj si skena që është ndërtuar në Holland pak javë më parë, një lloj si skena që është ndërtuar në Stamboll pak javë më parë, pra skenografia, ndriçimi, të gjitha efektet speciale janë kërkuar që të mos ndryshojë asgjë. Pra gjithçka vjen gati, pra me një shembull, me një model të cilin reperi e ka ndjekur në gjithë turin e tij botëror. Përfshirë këtu edhe në vendet që mendohej që do të bëj koncerti si në Itali, por që është kur ishte parashikuar? Ishte parashikuar vetëm pak javë më parë në Itali. Dhe pse është anuluar? Sepse kam dëgjuar që Ministri Gonxha është anulluar për shkak të mënyrës se si u menaxhua situata, sepse janë shitur biletat shumë para kohe dhe janë shitur më shumë se 80.000 bileta për koncertin e Kanye West në Itali. Për këtë shkak e gjithë komuna ose vendi ku do të zhvillohej ku ishte menduar, ku ishte parashikuar në afër Lombardis, pra në pjesën veriore, por Kashari sfidon Lombardin. E sfidon çuditërisht sepse deri më tani organizatorët nuk kanë shfaqur asnjë problematik ose asnjë hapësirë për të hezituar dhe për të thënë që koncerti nuk do bëhet. Por ndodh edhe për shkak se Kanye West në prill për shembull kishte koncert në Londër edhe i është refuzuar viza totalisht për shkak të qasjeve të tij antisemite edhe pa diskutim deklaratave të shumta që ka bërë edhe për shkaqe politike, dhe ata që kishin bler si thua biletat për në Londër u angazhuan që të shkonin në Itali. Dhe ata që i kishin bler biletat për të shkuar në Itali tani janë angazhuar për në Shqipëri. Dhe ç'është e vërteta, italianët mbajnë edhe numrin më të madh të biletave të blera aktualisht në koncertin që do të zhvillohet më 11 korrik në Tiranë. Të ndjekur më pas nga Greqia, pra janë dy vende fshinje të cilat
cilat kanë blerë më shumë bileta, Gjermania ka shumë, dhe në vend të katërt me sa di unë është Franca, dhe çuditërisht Bullgaria për herë të parë bëhet pjesë e këtyre eventeve në Shqipëri. Neve na ka ndodhur që të kemi shumë bileta ose njerëz që vijnë nga vendet fqinje, si nga Maqedonia e Veriut, po ashtu edhe nga Kroacia, Malezi, pra vendet të cilat janë pjesë të rajonit, Kosova pa diskutim. Por asnjëherë më parë nuk ishte në 5 më të mirët, si thua, ose 5 vlerësit më të mirë të koncerteve, konsumatorët më të mirë të koncerteve të këtij aktiviteti, Bullgaria, kështu që e çuditshme, po Bullgaria duket sikur ndoshta edhe për shkak se Eurovisioni, shumë çka tjetër do duhet neve të vërtetojmë në një farë mënyrë se si organizohen disa koncerte. Okej, tani na ndryshon pak për çmimin, se nëse një italian apo grek mund ta përballojmë, na thuaj pak në shqiptarët. E përballojmë dot apo jo? Ka bileta të cilat mund të quhen të përballueshme, ka bileta të cilat janë totalisht të papërballueshme. Ndoshta për një shqiptar normal, për një si thua student, për një të ri i cili ndëron të shohë koncerte të këtij lloji. Megjithatë është një ngjarje që patjetër është e për masave shumë të mëdha. A do të sjell benefit ekonomik? Sipas ekspertëve, po, që do të sjellë shumë të mëdha, domethënë ekonomisë shqiptare, edhe për shkak të turizmit, për shkak të këtij 70% të njerëzve që vinë për të vizituar Tiranën. Do duhet me domosdoshmëri të udhtojnë drejt Tiranës. Një natë akomodimi. Edhe Durrësi është i përfshirë nga akomodimet, kështu që e gjithë zona midis Tiranës dhe Durrësit, sepse është diku në Kashar, si thua, skena ku do të zhvillohet. Biletat aktualisht, dhe me sa kontrollova unë vetëm pak minuta më parë, ishin diku nga 90.000 lek, po flasim të vjetra shqiptare, pra 90 euro mund të themi, ose 85 euro, e deri në 300 ose 310 euro. Me thënë, varen nga afërsia që do të kesh me skenën? Jo vetëm nga afërsia, por edhe nga ulset. Sepse nëse skena do të jetë një form globi në cilin do të performoj Kanye West, pjesa si Golden është pak më e shtrenjtë, pra i bie rreth 160 euro kam përshtypjen, më pas vjen 180 euro, por këto janë vende të cilat janë në këmbë, pra pa ulse, janë për ata që duan të kërcejnë, duan ta shohin nga shumë më afër artistit, dhe është edhe pjesa tjetër e cila është diku tek 89.000 lek ose 90.000 lek të vjetra. Që është pjesa më e madhe kam përshtypjen. Pjesa më e madhe është ata që janë më aktiv, ata që duan ta shijojnë koncertin në këmbë, ata që duan të këndojnë, ndërsa pjesa e tribunave sigurisht vijon që nga 150 euro e deri në 300 euro. Ka sigurisht edhe më shumë se 300 euro për të gjithë ata që duan të qëndrojnë në after party ose janë persona VIP, duan të si thua kenë një fotografi me Kanye West, qëndrojnë pak më shumë me stafin apo me menaxhimin, edhe kështu që ka bileta nga një... Ja tek po e shohim edhe planin, se si janë të shpërndarë, dhe me thëmë për të gjithë interesuarit? Po, nëse e shohim në mes, është pjesa e globit. Në thëmë skena do tjetë në qëndër. Dhe pastaj vijojnë ata që janë më afër, pra kjo pjesa e katrorit të parë që është rreth e përqark me skenën, janë të gjitha vende të cilat nuk janë të ulura, pra nuk ka ulsa aty. Ndërsa pjesa tjetër e tribunave që e shohim nga të gjitha anët, pra nga të katërta anët, dhe janë këto vizat që rrethon janë 4 nivelet të ulsave, ato që janë me ulsa, ato janë pak më të shtrenjta. Ndoshta edhe për shkak se pamja prej andej është më e mirë. Dhe unë po shoh last tickets, dhe me thëmë biletat e fundit, thuese në çdo kategori. Më thuaj pak sa janë shitur, dhe me thëmë nga 60.000 bileta, sa mund të jenë shitur? Deri tani, se kam përshtypjen që ka dhe 2 javë kohë, mjaftueshëm për ndonjë që ka dilema, po... Po, patjetër, rreth 80% e biletave janë shitur, më thanë mua, nga informacionet e fundit që kam 80% e biletave janë shitur, po si gjithmonë besoj që shqiptarët janë të fundit. Pra nëse kemi këtë planifikim të huajve që i blejmë biletat shumë herë për shkak të early birding që i quhen zakonisht
bileta pak më të lira, pa diskutim për shqiptarët ne nuk e kemi të tradit, kujtojmë gjithmonë javën e fundit. Ose presim javën e fundit, jo se kujtohemi. Po, presim javën e fundit, presim që të ulen çmimet dhe në fakt ç'është e vërteta, tregu i koncerteve në Shqipëri ka treguar që ka ullje dhe ngritje të çmimesh, sidomos në fillim një muaj para ka ullje të çmimeve të biletave dhe javën e fundit që patjetër do ketë sërish. Do të shohim nëse do të ketë edhe ndonjë lulëzim të tregut të zi apo jo me biletat që do të shiten në dorë. Mund të jetë edhe kjo, pasi ndoshta do me thënë ashtu si që ndodhë, edhe në ndodhë gjithmonë, në ndodhë në për koncerte, ndodhë në për stadiume, si tuash në ndeshjet e kombëtares, kështu që nuk është një realitet gati i panjohur. Por e vërteta është që çmimet do të ndryshojnë me oferta të ndryshme, nuk di të shpjegoj, por e di që ka edhe 20% të biletave të cilat janë akoma në shitje, gati për tu tërhequr nga vizitat. Për gjithë ato që mund të pyesin veten, ky koncert i Kanye West në Shqipëri ishte i programuar, dhe me thënë pjesë e programit artistik të këngëtarit për 2026, apo anullohet Londra, anullohet Italia dhe mbetet Shqipëria si një ndër opsionet? Jo, unë e di që bisedimet kanë filluar shumë e herët, kanë filluar në momentin kur ndoshta përpara se të zhvilloj si thua koncerti Scorpions në Tiranë. Vitin e shkuar mbi një vit, po. Dhe nuk janë bisedime të cilat fillojnë tani edhe mbarojnë tani, sepse është një kosto shumë e madhe si për menaxhmentin, për menaxherët e Kanye West edhe për të gjithë ekipin. Kush ka diskutuar? Kush i ka udhëhequr këtë negociata? Është një djalë i cili vjet solli Jason Derulo, solli Claudi Red Cloud, kështu që ai është përpjekur dhe ka negociuar. Ka negociuar ndonjë ministër? Jo, zakonisht ndodh që janë iniciativa private. Ministria e Kulturës patjetër që ka ndihmën e vet në këtë pikë, ka ndihmën e vet për ndërtimin e stadiumit, për pra bazën e asaj që po ndërtohet tashmë në Kashar, pra të asaj zonës që ishte katrore midis skenës. Sigurisht që këtë javë vinë nga e hëna, pra nesër vinë platformat edhe që janë ato tribunat, të cilat nuk janë vendosur ende, dhe më datë 6 pastaj vjen gjithë ekipi i Kanye West për të instaluar ndriçimin, për të instaluar skenën, për duhet të vi rreth datës 8 ose 9, sepse do duhet të përgatitet në datën 10 do të qëndroj dhe ai disa ditë. Patjetër. Ambienti pastaj se ku do të qëndroj? Datën 10 jo, nuk e kemi zbuluar, nuk e zbulojmë dot ende. Megjithatë sapo ta marr. Kam përshtypjen që ka kuriozitet se në gjithë botën kur mësohet vendi, hoteli ku qëndron këngëtari, i shkojnë edhe aty poshtë. Ne kemi un po them disa nga artistët, domethënë që kemi pritur këtu, Jason Derulo ka qenë pranë Kalas së Tiranës aty tek plaza, ndërkohë që Scorpionsat kanë qenë këtu tek stadiumi i ri, kështu që nuk kemi probleme me akomodimin e... Dhe një surprizë, ndonjë emër tjetër i madh i skenës botërore që do të presim këtë verë, apo do ta kemi të vakët? Jo, nuk do ta kemi të vakët, sepse njëherë pas 11 korrikut që është Kanye West, besoj që të gjithë Europa do ketë syt nga Prishtina, se është Sunny Hill Festivali Dua Lipës, Katy Perry ka pranuar që tjetë dhe ka konfirmuar që tjetë pjesë e Sunny Hill Festival, Martin Garrix, që është një nga emrat e njohur, Adam Porter, Rampa, Manifest, e të tjerë artistë të cilët do t'i bashkojnë line-upit të festivalit Sunny Hill Festival. Kështu që me njëherë pas Kanye West, mund të shkojmë në Sunny Hill Festival, edhe kjo sigurisht ka nisur shitjen e biletave, edhe këtu nuk është se janë kaq të lira biletat në Sunny Hill Festival, një lloj sepse është si thua një sken me artistë ndërkombëtar, Early Bird ose biletat standarde kanë filluar nga 165 euro në Prishtinë për Sunny Hill Festival. Flasim këtu për të 3 ditët e festivalit, edhe pastaj biletat VIP që shkojnë nga 400 euro deri në 500 euro. Me pastaj Ultimate VIP, që është një paketë plot VIP, kushton rreth 600 euro deri në 800 euro. Dakor, se duken minimaliste çmimet për Kanye West, nëse më përmend këto. Duelat, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi dhe në 2 javë kam përshtypjen që do zbulosh të tjera detaje që do të na i sjellësh. Dakor, faleminderit shumë edhe një herë. Ndërkohë ne e mbyllim këtë ditar të fundjavës me një
informacion të minutave të fundit, zjarri i rënë në Mallakastër po rrezikon parkun arkeologjik të Bylisit, ndërsa disa hektar me ullishte dhe shkure janë djegur në fshatin Hekal. Flakët janë shfaqur që prej orës 9 të mëngjesit dhe fillimisht u vënë në kontroll nga zjarrfiksit e Ballshit, por era e fortë ka riaktivizuar vatrën në mesditë. Në operacionin e shuarjes janë angazhuar forcat zjarrfikse të Ballshit dhe Fierit, ndërsa për shkak të afërsisë me parkun arkeologjik të Bylisit, ndërhyrja është kryer dhe nga ajri. Ekipet vijojnë monitorimin e zonës për shkak të rrezikut të riaktivizimit nga era e fortë. Kujtojmë edhe një herë që ka qenë deri më tani në nisje të sezonit veror, një nga fundjavat më të nxehta dhe duhet kujdes i shtuar. Ky ishte informacioni më i fundit i përcjell nga ditari i fundjavës. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Ne u takofshim bashkë.